Mirë se erdhe në këtë temë të parafundit të Dalina Show për vitin 2025, Jona mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ti e di që është tema parafundit? Po. Je informuar. Erën tjetër ka vendosur që bëjmë një temë të lirë, siç e bëm herën e kaluar, që ishte shumë interesante në fakt, se na ndodhen edhe të papritura me atë çiftin. Kështu që e lam ta mbyllim, por para se ta mbyllim me nder në datën 18 dhjetor, vendosa që ta mbyllim me nder me ndjekësit tanë më të mëdhenj që janë diaspora, që janë emigrantët. Ato na kanë ndjekur gjithkohës, na shkruajnë, edhe është një faktor shumë rëndësishëm, pra janë shumica e ndjekësve tanë janë nga diaspora, dhe unë doja që të fokusohesha prap në një nga pjesët e tyre më të rëndësishme dhe për shumë prej tyre dhe më të errta të gjithë historisë së emigracionit, që është viti i parë. Unë erdha dhe pak e frymëzuar nga viti i parë, sepse kam gocën që sapo i kam çuar jashtë dhe u rikujtova dhe vetë vitin tim të parë, që unë e kam thënë s'është e nevojshme ta them më, tek monologu që bëra para në sezonin e kaluar, por që viti i parë është një vit i rëndësishëm dhe është një vit i pasigurt, i pasigurisë, është një vit i paqartësisë. Ti shkon me shpresa për diçka, ndërkohë shkon edhe me ëndra, ndoshta tani çik më pak sepse ka shumë informacion, po dikur njerëzit shkonin pas i lloj informacioni dhe ndoshta vetëm me ëndrat e çfarë serviret në kinema apo në letërsi apo në histori. Dhe nuk gjejnë, pastaj është larg shtëpisë. Je larg shtëpisë. Shkojnë edhe të detyruar ndonjëherë. Detyruar, po. Jo vetëm me ëndra siç kanë qenë më përpara. Unë jetoj praktikisht me emigrantët nga unë në të premte për shkak të punës, dhe kjo dinamik jam shumë e njohur me procesin që kalojnë. Marrin shumë nga këta që sa kanë shkuar? Sa kanë shkuar jo, po në vitin e dytë ose të tretë aty fillon edhe ndjen më shumë. Ndjen më shumë ato distancën e jetës që kanë bërë këtu edhe si janë atje. Pastaj përshtaten apo varet nga mosha? Ka që përshtaten, ka që edhe kthehen. Po janë shumë pak ata që vendosin të kthehen, sepse kanë edhe pjesën që si do gjenden këtu. Një frikë akoma më e madhe, që edhe pse kanë dëshirën, prap kanë frikën e qëndrimit dhe rikthimit, se si situata mund të kenë ndryshuar, nuk janë më njerëzit që kanë lënë këtu njësoj. E çuditshme është fakti me që the për njerëz që marrin kërkojnë terapi, që kjo është një temë, nuk është një temë që ka sekrete të mëdha, sekrete të errta familjare, trauma, dhe prap edhe sot telefonuesit duan të jenë anonim. Pra, duan fshehin identitetin, nuk duan që ta marrin vesh të tjerë, ndoshta sepse i kanë thënë familjarëve, i kanë komunikuar që janë mirë, që çka po shkon mirë, dhe nuk duan ta thonë këtë gjë publikisht, apo jo, kjo duhet të jetë arsyeja. Ka gjithmonë një frikë për të folur publikisht dhimbjen tënde. Është drejt. Por gjithsesi, anonim apo jo, ne kemi historitë dhe kjo është e rëndësishme. Kemi historinë e parë, është një zonjë 40 vjeçare në Kanada, e cila sapo ka shkuar atje, është emigrante e freskët dhe nuk po përshtatet dot. Në fakt ka qenë më shumë dëshirë e bashkëshortit të saj dhe ka dhe një vajzë 11 vjeç, por që nuk e gjen veten atje dhe vazhdon ka dhimbje, ka marrë malli për këtu. Historia e dytë pastaj është një vajzë 25 vjeç në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka humbur vetbesimin profesional dhe ajo kishte një punë të mirë dhe atje pastaj është detyruar të provojë disa punë, duke filluar nga një nga magazina më të mëdha, mapa më të mëdha që quhet Walmart, dhe aty je një shitse e zakonshme, ndërkohë që këtu punonte në Zyrë, kishte mbaruar shkollën, kështu që kishte ky shoku. Pas kemi një mashkull, kemi një zotëri që ka 2 vite në Amerikë dhe sot është duke pritur të marrë pasaportën dhe është në prag divorci. Nuk janë histori shumë optimiste, por keni parasysh që është vetëm viti i parë. Kështu që kemi pasur dhe histori të tjera plot, gjatë mund t'i ndiqni, keni Dalina Show në playlist në YouTube në Andale, mund të ndiqni dhe histori të tjera imigrantësh që janë përshtatur shumë mirë edhe kanë ecur përpara, kështu që nuk jam vetëm këto histori, por ne sot të përqendrohemi vetëm tek viti i parë. Dhe para se të lidhemi me Elin, që është nga Toronto, që po na pret në linj, dua t'ju kujtoj që Dalina Show do rikthehet prap vitin tjetër dhe ne natyrisht do bëjmë edhe disa ndryshime të vogla, të shohim çka ka ecur shumë mirë, çka mund të shtojmë gjëra të tjera. Pra është një punë e vazhdueshme, edhe pse do të ketë një pauzë, do jetë një punë e përditshme këtu në redaksinë e Dalina Show. Ndaj është shumë e nevojshme që të jetë edhe mbështetja juaj, të jetë aq e dukshme sa edhe puna jonë që është çdo të enjte dhe do të jetë në vazhdim. Dhe kjo mbështetje tek ne përkthehet me subscribe. Kështu që lutem, bëni një subscribe në kanalin Andale dhe mund të shkoni si thash në playlist për të ndjekur gjatë pushimeve, mund të ndiqni dhe episode të tjera, jo vetëm të Dalina Show me histori, por mund të ndiqni dhe intervistat që un kam bërë me disa personazhe të njohur, të personazhe publik,
por edhe të Verës, një ndërtosh dhe me Jonën që janë edhe ato shumë informative dhe shumë interesante dhe kanë ecur shumë, kanë pasur shumë interese dhe historitë e Verës, pra intervistat që kanë bërë me specialistë të fushave të ndryshme. Do kthehemi tek Eli, e kemi në Toronto. Eli? Përshëndetje. Mirëmbrëma, po flet nga Toronto. Po, mirëdita. Mirëdita. Si është koha aty njërë? Po, sot ka dalë dielli. Por me thënë drejtën kam nxjerr vetëm me gishtit në balkon, nuk është shumë ftohtë. Është shumë ftohtë. Ka filluar bora apo? Po, bora patjetër. Po, patjetër aty. Ka filluar. Me zi pret në këto zona. Ka filluar që në nëntor. Më pëlqen bora, po. Më pëlqen Kanadaja. Së pëlqen Kanadaja. Po, ti ke 10 muaj ke që je atje. Po, 10 muaj. Okej. Po. Për ta kuptuar dhe njerëzit, pse shkove atje në 2025-ën? Çfarë të rroqin Toronto? Në 2018-ën, ku vllai burit tim, dhe ne nuk është se kishim ndonjë jetesë wow në Shqipëri, dhe kur ai filloi të rregulloi për vetë, na tha që okay, nëse doni vini, atëherë mund t'ja u gjejmë mundsinë edhe ju. Shumë okay, shumë dakord, që të dy edhe unë e buri. Madje mendoj që do vim, kontaktova dhe me avokat, pagova parë, tjera. Pastaj në 2020 era pandemia, pas 2020-s mua më bëri viza turistike dhe erdha dhe vizitova Toronto për të parë edhe ç'a bëheshte. Po aty ishte gjithë zgënjimi. Nuk pëlqeu absolutisht, nuk më pëlqeu jetesa. Do të thotë që është shumë jetë amerikane, nuk i ngjan fare Europës, paktën ato në Europë sa kisha vizituar unë si turiste. Dhe nuk është se më pëlqeu absolutisht atë gjë këtu. Kur u ktheva i thash bashortit, unë nuk dua t'iki, mua nuk më pëlqeu Kanadaja, nuk e bëj sakrificën unë, sepse mendoj që do vija unë pas meje, pas një periudhe ndoshta një pare mos më shumë do vinte dhe bashorti im edhe sa. Edhe ai tha, ç'a ishte ky vendim? I thash po, mua nuk më pëlqeu, nuk dua t'iki të jetoj në këta. Jo, tha, nuk, unë tha e kam kuptuar që ne po e bindim veten që do iki, nuk kemi asnjë të ardhme këtu, shiko ç'a pagash kemi, ç'a punësh kemi, ç'a jetë kemi. I thash, okay, nëse ti ta bësh sakrificën bëja, unë nuk e bëj. Dhe do që e solli fati që ju dha mundësia atij donte një kontratë pune, pa hequr gjitha sakrificën që më duhet ta hiqa unë. Edhe ja që erdhi në 2023 në tetor, buri më erdhi këtej, filloi të jetonte, të prate, ishte hera e parë me thënë drejtën që ai dilte jashtë. Edhe kështu kaluan ditët, kaloi një vit e ca, po mundoheshim të bënim momentat për bashkimin familjar. Edhe unë lutem inshallah nuk bëhet ai bashkimi familjar. Duam që të na pëlqente që ishim me gocën vetëm, bënim çfarë donim. E organizonim ditën si donim. Ishte ajo jetesa në Shqipëri që ti je në punë, por në shtëpi dhe përsëri bën punën e dytë në shtëpi. Sepse fillon me gjitha angazhimet e familjes, ndërkohë që unë isha okay, nuk më duhet bëja shumë, se kisha burin aty me gocën në rregullosha kollaj. Erdhi dita që duhet edhe ne të vinim të bashkimi familjar u bë. Ne ndërkohë erdhëm dhe një tjetër më përpara se sa të vinim pas një viti e gjysmë. Erdhëm si të dyja me gocën për të vizituar burin, patjetër. Unë mbaj mend që atë ditë që duhet të vija, vetëm kisha një shtrëngim gjoks. Isha shumë e stresuar, e dija që vetëm për 15 ditë, se 15 ditë kisha marrë leje nga puna dhe gocës nga baja kisha marrë vetëm për 15 ditë. Po nuk e di pse ndjesha keq, madje me gjyshen kam marrëdhënie shumë të mirë me gjyshen time, dhe i thosha asaj që nuk e di, kam një shtrëngim këtu në gjok, sikur më diçka duhet vetë të bëj një eko, se si ç'a më dhëm. Edhe ajo më tha, nëna, nuk të dhëm asnjë gjë, ke thjesht stres. Ti po shkon tek buri jot, ndërkohë që mua më duket sikur ku po më çonin, kupton? Se nuk e di se çfarë ka një vibe Kanadaja këtu, ose të paktën mua më ndodhur që sa kam zbritur në aeroport, nuk ka një të mirë, nuk kam djerë diçka si që më ka ndodhur të zbres në para aeroportet e Europës. Kurse këtu sa kam zbritur ajo koha nda e zymta, nuk e di, ka një gjë që nuk më pëlqente. Edhe kur erdha që takova burin, qenë shumë në stres, madje kam qarë, njerëzit që kisha këtu të gjithë më thoshin, po shiko, mblidhe mendjen, i thoshin gocës, më vjen mami që të vi, sepse unë erdha dhe i thash, unë nuk jam e vendosur, nuk e di çfarë vendimi, do të thotë nuk e kisha marrë akoma vendimin. Gocës i pëlqej, se fëmijë 10 vjeçe,
Dolëm, bëm jetë pisti, e shëtitëm Kanadan, shkuam Niagara, fletëm në hotel shumë të bukur atje me pamje. Domethënë çfarë të them, okay, bukurit që mua në sy me thënë drejtën, por gocës i pëlqyen. Dhe ajo vendosi që okay, kur e pyeta mamën si mendon ti që ne të jetojmë në Kanada, pasi u kthyem. Më tha po, mua më pëlqen të ikim të jetë. Dhe plus që kemi dhe babin edhe duhet që të shkojmë të bashkohemi me babin. Por e di çfarë ka ndodhur Darina pas kaq muajsh, edhe goca nuk është se e ka gjetur veten me thënë drejtën, por e ka thënë një ditë, o mam, unë për zotin bëhem pishman që e thash atë ditë po. Do me thëmë, mallkuar qoftë dita, tha, unë e thash po, ne do shkojmë të jetojmë në Kanada. Ashtu, a? Është në shkollë goca atje? atje? Ajo nuk është se, po është në shkollë, është në klasën e 6, nuk është se e ka gjetur shumë mirë veten edhe ajo, nuk është tipi ndrojtur. Këtë gjë e ka, por ndoshta do që t'jetë pak tip më lider, që t'ketë pak shumë hapësirë. Ka një shoqë aty pas që unë nuk dua të paragjykoj asnjë absolutisht, por fakti që vazhdime bën që të ndihet keq, kjo gjë nuk më pëlqen. Ajo ka thënë unë jam lesbike, familja ime di, e gjitha me radhë, dhe ne nuk është se kemi ndaluar gocën që të ri me të, po ajo i ka një lloj presioni që mundohet t'ja marrë shoqet e veta, t'ja marrë gjithë edhe ta lejë, sepse e shikon që kjo nuk bindet dhe të shkoj të bëj si çdo ajo. Dhe gjithë fillimin e shkollës, një muaj e ca goca ishte shumë e stresuar, shumë e mbitur, edhe nuk na thoshte dot asgjë dhe ne se e shikonte që unë për veten time, domethënë nuk kisha asgjë kundi edhe nuk më thoshte dot asgjë dhe mua se nuk donte që të më ngarkonte. Se di domethënë çfarë ku ta lë. Tani çfarë je duke bërë këtë moment? A punon asi në Kanada? Për momentin shkoj në një parukeri që e kam këtu afër te lagja. E kam 5 minuta me këmbë, duke qenë se unë nuk kam akoma një makinë këtu. Dhe unë kam zgjedhur që të shkoj sepse atë e gjeta direkt që muajin e parë që erdha, për të dalë nga shtëpia, për të mësuar pak gjuhën, se nuk është se ne erdhëm me nivel gjuhë të mirë me thënë drejtën. Ndoshta unë nga që nuk doja që të vija dhe s'doja të bija asnjë gjë gati që të vija këtu dhe as gjuhën madje të mos e kisha. Domethënë ti je në parukeri. Edhe aty Çfarë bën? Kre flok, lyen, ndihmon, asistente, recepcion? po, jo, unë jam tek pjesa e spas, do me thënë manicure, pedicure, face trading, e gjitha këto pjesë të tjera dhe po i bëj edhe futem edhe kur ka nevojë tek pjesa e parukerisë, tek krehje, te larjet e kokës, te aplikimi i bojës. Se po e shoh që atë që më fal, atë që ke bërë në Shqipëri është tërësisht e ndryshme, ke mbaruar ekonomikun dhe ke punuar në institucion të rëndësishëm shtetëror. Po. Për 10 vite. Atje mësove të bëje këto të parukerisë? Jo, atë idea i kisha mësuar hallën parukere para shumë vitesh, që kur kam qenë e vogël. Thjesht e dija ta bëja. Këtyre këtu thash që di, kam punuar në Shqipëri kur vajta u prezantova, por në fakt doli pastaj që u kuptoj që unë nuk e kisha bërë, se kisha ushtruar si profesion, thjesht e dija ta bëja atë gjë. Po bashkëshorti si ndihet, si është? Bashkëshorti im aty ishte menaxher në Shqipëri edhe këtu punon në ndërtim. Si të gjithë burrat që punojnë në ndërtim. Okej, lodhet, por ndihet më mirë. Ose ndoshta ai ka thënë vetë që këtu është më e mira dhe i duket e shikon me këtë sy. Nuk e di domethënë çfarë i ndodh atij. Punon në ndërtim kështu si punonjë si thjesht më të mirë. Punonjë si thjesht ndërtim. Si karpentier. Po punojnë së ndërtimi. Kur erdhi në fillim nuk dinte si të mbante as ato që kiçin, s'kishte bërë ndonjëherë në jetën e vet këtë lloj pune. Por këtu përshtat, edhe e bën, vazhdon e bën, sepse është punë e paguar ndërtimi në Kanada. Pothuajse këtu të gjithë meshkujt punojnë në ndërtim. Ata që janë më të thjeshtë arrin që hapin firmat e tyre. Po, qartë. Tani kam një pyetje unë, duke qenë se bashkëshorti yt këmbguli dhe ti në fillim e mbështete sepse e pe që ai e ndjen që të iki. Tani kur ikën në një vend, përveç se të rish në një vend ose rrugës, ndoshta mund të krijosh edhe një plan që ku do më çoj mua, a do ri un punëtor ndërtimi apo do shkoj diku. Çfarë plani ka bashkëshorti yt? Çfarë do bëjnë në Kanada? Ky është plani vetë që ne, kjo është vështirësia që ne hasim në fillim, sepse sa kemi ardhur nuk kemi shumë kohë, por me kalimin e kohës ne do arrim t'ja dalim si gjithë të tjerët. Ai pretendon që
të hapi vetë një firmë e vetë në ndërtim, ose të punoj në kuzhinë, ose të hapi vetën. Po si e sheh kështu? E sheh të përshtatur, domethënë kur vjen në shtëpi kur flisni, shfryhet apo është okay, domethënë i ka mësuar gjëra? Nuk është, Odalina, ne jemi rritur bashkë, se kemi 21 vite bashkë, por nuk është tipi, unë e kuptoj pa diskutim, se e kuptoj që në sy, por nuk është tipi që të flasi shumë, që të hapet shumë. Plus që e shikon që jam unë ajo që ankojmë dhe ai nuk ankohet, thot okay, kjo është gjëja, e thot gjithmonë unë jam tip që përshtatem. Kur e flas me shoqet e mia, me njerëzit e mi që nuk po e përballoj dot, nuk, domethënë s'po e gjej dot veten, nuk më pëlqen. Të gjithë më thonë që po pse nuk flet me burrin? Flisni të dy bashkë edhe shikoni çfarë vendimi do merrni, çfarë do bëni. Po unë këtë gjë nuk arrit dot, nuk arrit dot të flas me të, sepse sa herë unë i them që okay, çfarë do bëjmë, këtu nuk rihet, do ikim, ai thot, okay, në rregull, dale prit. Okay, mirë prit. Okay, mos e hap këtë muhabet sot se nuk më pëlqen, sot jam i lodhur, prap me këtë muhabet, se ndoshta e di se ku do arri ky muhabet dhe nuk do që ta diskutoj, si e shpret që unë të filloj të mësohem. Po vajza është ankuar te Jati? Pa diskutim që ai e shikon edhe vajzën që është në këtë lloj faze, edhe që nuk është shumë e kënaqur, po mendon që vajza është e vogël edhe do mësohet edhe premisat për të ardhmen e saj janë këtu. Ç'a kujton një moment shumë të vështirë aty që mund të thësh vetes që ç'a jam duke bërë këtu, dua të iki nesër, marr valixhe të iki. Pasi erdha, pas 3 muajsh, unë u ktheva në Shqipëri, sepse pata një gëzim familjar. Edhe ja u bëra surprizë, nuk u kisha thënë atyre të shtëpisë. Dhe kur erdha në Shqipëri, kisha prer biletën vetëm për 2 javë, ndërta 3, sepse nuk mundesha dot që të vija lart, edhe aty pash se çfarë kisha humbur. Do të thotë çfarë kisha lënë dhe çfarë isha unë duke jetuar në Kanada për momentin. Aty pash punën, jetën, shoqërinë, familjen, dhe kur erdha pastaj përsëri në Toronto, erdha në një gjendje psikologjike jashtëzakonisht të rënduar. Isha realisht shumë e rënduar. As nuk haja, as nuk pija, dhe uj nuk e kaptoja dot, e kisha, nuk e them në stomak, unë e kisha kështu si të ngjeshur. Zgjohesha në mëngjes edhe i thosha vetes që ua fli prap, sepse nuk e, domethënë zgjohesha, e shikoja që isha këtu, nuk isha në Shqipëri dhe mundohesha, i thosha vetes fli, mos e mendo. Qaja, përpolitesha, më dukej sikur asnjë nuk më kuptonte se ç'a doja unë. Nuk më ndihmonte askush. Më dukej sikur isha duke u rrëzuar në një huner dhe askush nuk mundoi të më jepte dorën të më ngrinte. Por në fakt nuk kishte ç'a më bënte asnjë gjë njeri. Nuk mundej dot të më bënte asnjë gjë njeri, sepse mua ashtu më punonte truri gjatë gjithë kohës. Që pse erdha, vetëm i thosha vetes pse e more këtë vendim, pse u tregove ti kaq e dobët, edhe vendose që të vish sepse bashorti ju donte që të ikte dhe ti the okay, në rregull, po iki. Shiko, ti the diçka që më ngeli në mendje, the që kur bashorti iku para ti ishe me gocën, dhe në një moment edhe u mësuam. Pra sikur u mësua dhe pa të. Tani që je atje. Po, mësuam edhe pa të. E ke diskutuar këtë me veten tënde, të mi, e ke menduar ndonjëherë që unë do të kthehem edhe pa të është okay? Po, pikërisht. Kur erdha, fakti që e nisa ta thosha që isha shumë rënd psikologjikisht, fillova të qetësoja veten vetëm sepse po i kisha dhënë kohë vetes deri në janar që unë të merrja një vendime dhe i thashë dhe bashkëshortit që shiko, unë jam këtu deri në janar, ose më saktë do e shty deri në janar dhe atëherë do e marr një vendim se çfarë do bëj. Nëse unë do ndihem përsëri kështu siç jam, të viti, të 2026-s, po. Nëse unë ndihem akoma kështu siç po ndihem sot, të merr si shkeq, unë nuk e shikoj fare të ardhmen për të qëndruar këtu, unë do të kthehem me gjithë vajzën, sepse ne të dyja nuk ndjehemi mirë. Nëse ti do që vërtet sakrifica që bëre për familjen, për ne, për gjithë, të mos shkoj dëm, sepse ne e kemi vështirë edhe për të bërë dokumentat për PR dhe që të mos na humbasin ato dokumenta, okay, ti qëndro dhe unë e goca kthehemi, por ai këtë gjë ka frikë, prandaj nuk do të bisedoj me mua, sepse nuk do që ai të qëndroj vetëm këtu pa ne. Dhe ai pikërisht këtë gjë nuk do. Domethënë unë mendoj që unë të kthehem prapë me gocën, madje edhe goca ma thot shpeshherë me shaka, mami, ikim ne të dyja? E se mori se valixhet i kemi gati, mos e thoj 2 herë. E vështirë kjo ta mendosh, që ti thosh burrë grua, se Toronto dhe Shqipëria nuk është një fjalë goje, janë shumë larg. Edhe distanca,
Por ai që është më e vështirë në fakti që janë dy njerëz me dëshira krejtësisht të ndryshme. Dhe kjo ka ndodhur në shumë histori që ne kemi dëgjuar këtu dhe histori që ti nje. Janë disa sakrifica dhe s'ke si ku në çfarë pike do puthen këto dy njerëz, të cilët këto kanë bashkë mbi 20 vjet, që janë puthur në shumë pika të tjera përbashkët, janë martuar, kanë fëmijë, janë shok, se janë njohur prej vitesh. Po kjo është një vendim që kush duhet ta lëshojë, se mund të jetë ai pa lumtur në vendin e vet, dhe kjo e pa lumtur në një vend tjetër. Emigrimi është një kur bëhet sidomos në familje është një projekt i përbashkët, që do thotë duhet merret një vendim që i kënaq të dy. Por në këtë rast duket se është e pamundur, edhe në shumë raste që un kam trajtuar, kam kuptuar sidomos në rastet e çifteve dhe marrëdhënieve, është që emigrimi nxjerr në pa pikërisht problematika që ekzistonin që më përpara. Këtu kemi një mungesë në komunikim. Një validim, siç themi ne, ose pranim, ose kuptim të ndjesive të njëri tjetrit, çfarë përjetohet. Dhe duket se Eli duhet ta përballë vetë këtë pjesë. Ajo është një emigrant edhe në shtëpi, jo vetëm në një shtet. Nuk kuptohet, as nuk i jepet e drejtë për atë që duhet mos e ka nevojë të jetojë. Ajo është drejt ose afër një vendimi që do t'i shkojë përshtat më shumë nevojave të veta, por kjo do të thotë ndarje. E ndihmon fakti ndoshta Elin që edhe vajza nuk do të rri aty, se po të ishte në fakt kisha një pyetje për Elin këtu, nëse ta kam lënë Elin. Nëse vajza duke parë gjendjen tuaj mund të jetë ndoshta ndikuar që mospranimi për vendin është vënë re, pra ti e komunikoj shpesh, vajza ka dëgjuar dhe mund ta ketë kuptuar si dakord edhe mua s'më pëlqen, apo mendon se është nga eksperienca e saj atje në shkollë, në shoqëri? Po, në përgjithësi mua këtë më thonë që, goca ndikohet nga ty, se të shikon ty që ti je e palumtur ose ti e shpreh shumë që nuk të pëlqen vendimi që ke marrë, dhe ajo ndikohet nga ty. Po në fakt, ajo ja kishte thënë këtë gjë kunatës time në kohën që unë nuk isha këtu. Unë isha kthyer në Shqipëri dhe ajo ishte këtu me babën e vet, edhe ishin duke jetu ditët e lumtura kur janë të dy bashkë. Dhe i kishte thënë kunatës time që bëra gabim që thash po dua të vi jetoj në Kanada. Çdesha unë më thaft goja mua që unë e thash këtë gjë. Dhe ajo nuk është se po i pëlqen këtu, thjesht është e lidhur pas telefonit gjatë gjithë kohës, flet me shoqet që ka pasur në Shqipëri, flet me familjarët, ndje ka ndale non stop gjithë ditën. Do thotë që domethënë e gjen një pikë të përbashkët me Shqipërinë. Sepse ajo ndoshta e ka nevojë që ta ndjejë atë gjë, sepse dhe ajo ndjeshte shumë mirë në Shqipëri. E thotë që unë në Shqipëri kisha shumë shoqe, kishim një jetë shumë të bukur, lëviznim gjithë fundjavën, ndërkohë që këtu thotë e gjen domethënë nga e shtrirë në sallon, në kuzhinë, tek dhoma vet, po prap tek dhoma e gjumit. Thjesht është bën një jetë sedentare, pa lëvizje, sepse ne këtu jemi vetëm. Nëse do ishte një vend tjetër, do ishte ndryshe për ty? Se besoj se do ishte ndryshe. Ti nuk doje të largohesh gjithsesi. Jo, se kam menduar kur unë emigracionin. Unë kam qenë ajo që tallesha me emigracionin, në thonjza tallesha, do me thënë që nuk e kisha menduar kur unë isha arritur me idenë që do mësojmë, do mësoj, do shkollohem, do marr një profesion, do ushtroj atë profesion në vendin tim. Se ndoshta njerëzve ju pëlqen se të gjithë ma thënë këtë, ua Kanadaja është shumë e mirë, po varet çfarë kanë lënë, nga çfarë kanë ikur. Nga çfarë kushtesh, nga çfarë ambienti shoqëror, nga çfarë niveli social kanë ikur, nuk e di, nuk dua të paragjykoj njeri absolutisht, por mua varet se çfarë do, çfarë kërkon. Në të dy zetat ti nuk ke më nerva t'ja nisësh gjuhës nga fillimi, shoqërisë nga fillimi, jo që ku do ta gjesh një shoqërinë këtu, po e zëmse. Shoqërisë nga fillimi, profesionit prap nga fillimi, e shumë çka. Po, patjetër që edhe mosha është një element shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për përshtatjen edhe rifillimin nga e para, siç po e shpreh. Po pjesa e komunikimit me partnerin ka qenë e tillë edhe kur keni qenë në Shqipëri. Gjatë viteve gjërat fillojnë edhe bëhen pak a shumë më të ditura. Do të thotë nuk ke nevojë shumë për komunikim, sepse ti e njeh tjetrin aq mirë sa thjesht edhe një shikim të mjafton për ta kuptuar se çfarë është duke menduar ose çfarë do të bëj veprimin e radhës. Por çështja është se ai e di shumë mirë se çfarë tipi kam unë. Dhe nuk është se do që të ulemi të shtrohemi dhe të bisedojmë. Patjetër jemi ulur, jemi shtruar në disa raste, por në këtë rast nuk do që unë të filloj dhe të marr një veprim të nxituar. Është ajo që the ti çfarë që unë i di të gjitha
veprimet që unë do marr, unë e di se ku do ven. Edhe ai e di se ku do shkojnë. Nëse unë iki dhe e lej atë, e këton unë lë një hapësirë të madhe që pastaj ajo hapësira nuk e dim se çfarë do ndodhi më vonë. Ne pak a shumë e dim të dy, jemi gjatë të rritur për ta kuptuar edhe për ta logjikuar gjithë situatën që ndodhemi. Ai këtë gjë nuk do, ai thjesht pret që unë të mësohem me faktin e të qëndruarit tu dhe të filloj të investohem për të qëndruar këtu, sepse unë jam në një situatë tani kështu si pezull. As nuk dua të investohem, as nuk dua të bëj asnjë gjë sepse nuk jam e lumtur. E kupton që edhe sikur lekët të kisha unë këtu, ti kisha lekët me shumicë, ku di unë të bëja një punë që do t'i fitoja për një muaj gjithë ato që mund të fitoja për një vit në Shqipëri, mua nuk më kënaqen dhe nuk më interesojnë dhe nuk dua t'ja di. Sa i them ndonjëherë, a nuk dua t'ja di a kemi të ham sot në darkë apo jo, a kemi bukë të ham apo jo. Nuk më interesojnë kur unë nuk kam e këti ndaj këto gjëra. Nuk kam e këti ndaj këto lek. Eliti përmende atë periudhën 3 javore që ke qëndruar në Shqipëri dhe aty u bëre më vedishme se çfarë të mungonte. Para atij momenti sikur ishe futur pak për ta pranuar qëndrimin atje apo gaboj. Po, fix, kështu është. Dhe unë i kisha thënë vetes që okay, ti do shkosh, sepse shiko, kam një shoqe që më njeh shumë mirë, jemi rritur bashkë. Edhe ajo gjithmonë që flas me të më thotë që mos haro për çfarë u nise, mos haro qëllimin, pse ike. Sepse i them pse ika, pse mos haro për çfarë ike. Unë në fakt e di për çfarë kam ikur. Pa çka që e dija se çam priste, e dija që nuk do isha mirë, nuk do isha e lumtur. Por kam ikur vetëm për vajzën time, sepse nuk dua që një ditë kur ajo të rritet të më gjykojë ashtu siç ne gjithë i gjykojmë prindrit tanë, për një veprim ose për mos veprim. Nuk doja që kur ajo të rritej të më thoshte që ti nuk ma dhe mundësin mua të më çoja në një vend të madh si Kanadaja që unë të studioja dhe të rritesha atje, sepse zgjodhe lumturinë dhe mirëqenien tënde psikologjike të momentit, sepse ti ishe mirë në punën që ishe dhe me shoqërinë që ishe. Dhe vetëm për këtë gjë unë kam ikur, për t'i dhënë mundësinë vajzës. Por e shikoj që dhe ajo nuk po e bën jetën siç e bënte në Shqipëri, nuk është as ajo realisht e lumtur. Se ndoshta po të ishte dhe ajo e lumtur, edhe unë do thosha okay, të paktën ja vleti sakrifisa që bëra dhe kam një fëmijë të lumtur, edhe po jeton në një vend që i pëlqen që të jetoj. Po unë shikoj që gjithë kjo sakrifisa nuk është se po shpërblehet në ndonjë moment. Nga puna, nga jetesa, nga të ardhurat, nga fëmia. Dije një pyetje të ardhurat, meqense një arsye kryesore është ekonomike, pse ikin njerëzit. Si janë të ardhurat aty bashkëshortit tënd? Ndoshta janë dyfishuar krahasuar me Shqipërinë, por aty duhet punoj që të mbaj gjithë familjen, sepse unë tek puna që shkoj, nuk është se fitoj ndonjë gjë, unë thjesht nxjerr shpenzimet e mia, nuk është se kam ndonjë punë shumë të paguar, dhe aty duhet që të mbaj gjithë familjen dhe nuk është se ne përshikojmë ndonjë benefit nga të ardhurat. Se dhe qirat janë shumë shtrenjtë aty, nuk e di tani, po ka pas një krizë. Po, janë shumë shtrenjtë, janë shumë shtrenjtë realisht. Dalina këtu dhe ushqimi kushton. Sepse këtu lekët nuk ke ku ja gjosh përveç se faturave, qirase dhe supermarketit. Këtu një i vajtu në supermarket të shkon ku diun $350-400. Thjesht për të mbushur barkun, për të ngrënë, për çfarë? Ju jetonit me qira në Tiranë? Po, me qira jetonim. Për asaj qirase dhe për asaj shtëpisë kemi ikur. Po, ke cituar që është një nga arsyet. Po pse ishte kaq e vështirë të merrni një shtëpi, të blije një shtëpi me kredi? Ne dhe kur na doli kredia e bashkisë në 2018, çmimet e shtëpive ishin më lartë se ne nuk po pretendonim në një zonë shumë të mirë në Tiranë, jo, atje në Zberisht ku jetonim. Në Astira, ku diun, lart nga fresku. Edhe kredia që na doli, ne nuk arrinim dot të plotësonim lekët për shtëpinë dhe e gjetëm dhe shtëpinë, i bëm gjitha ato procedura, erdhi banka e pa, e vlerësoi dhe si përfundim nuk e morëm sepse na duheshin edhe gati 12.000 euro më shumë se sa lek në nxori në bashkia. Kuptoj. Edhe iku dhe ai muhabeti shtëpisë, pastaj çmimet aty po riteshin dita ditës, u 2 fishuan, u 3 fishuan. Simi që kemi ne me shtëpitë dhe blerjen e shtëpive ha çik diskutim. Pjesë shumë madhe të botës në fakt, edhe kur janë çifte të reja dhe për shumë vite edhe me qira dhe ka dhe njerëz biznesi që thonë është më mirë ndonjëherë me qira se sa ta blesh. Si fillim se dhe shtëpia nuk është dhe një investim i madh, se dhe ai amortizohet shtëpia jote, por kemi çik shu fiksim. Gjithsesi unë them Jona që përtej pjesës së shtëpisë ja tash filloi dhe u ngarkua dhe nga Shqipëria, se edhe ka ato kërkesat e veta. Idealizmi për Shqipërinë. Po. Tani jeni kur fillove flasësh për ekonominë dhe shtëpinë dhe ti u ngarkove tani. Pa diskutim Dalina, po kur shikoj se çfarë situate
je ke këtu. Si ndjehesh këtu shpirtërisht, e kupton që them, ok, isha shumë mirë me qeratje, po të pak të ndjesha mirë. Shiko, kam filluar të mendoj jeta është shumë e shkurtër. Që ne ta kalojmë vetëm dhe ta kalojmë kaq të dëshpëruar. Nuk I dua fare as shpinës, as pronat, as lekët, kur unë nuk jam e mbushur, kur unë nuk po jetoj dot ditët e lumtura. Ja, Po më duket sikur jam duke jetuar jetën e dikujt tjetër, jo jetën time. Unë jam me ty te kjo pika dhe mendoj që gjithë bota sot është me ty, po ky nuk ka qenë diskutim I imigracionit për shumë vite, mund të jetë qenë një gjë e brendshme, por nuk e ka guxuar të artikulojë njëri deri vitet e fundit. Unë më bëj një çik përshtypje them, ose ndoshta është ajo shpresa që ka se diçka do shpërthej andaj do bëhet shumë më mirë se këtu. Sepse është dhe pak Shqipëria nuk është më e 20 viteve më parë. Njerëzit nuk janë më të izoluar, mund të gjejnë mundësi dhe brenda Shqipërisë ose mund të gjejnë mundësi brenda Shqipërisë ose mund të lëvizin, mund të bëjnë. Nuk është si atëherë që shkoj nga Kanada, ka shkuar 2 herë para, ka shkuar dhe gjatë ndënjes, nuk ka ndodhur të më para. Iknin edhe vetëm kur t'i shifjen pas 4 vjetësh. A beson ti që bashkëshorti I saj ka tek ekonomia më shumë se sa dhe si burra do ta ketë të vështirë ai të kthehet si mashkull, domethënë krenaria e tij e njeriu që mundson. Patjetër ne thash e përmendëm edhe kur fillon bisedën bashkë për pjesën e emigrimit, që kthimi është një tjetër lloj traume. Do ta kuptojmë që shumë psikolog emigrimin e quajnë traumë. Po. Pasi përjetimi është shumë I thellë, sidomos në rastin e Elit që nuk e dashur të shkojë. Partneri që mund ta mendojë ndoshta të kthehet, por është pjesa e përballjes këtu, si do gjej veten nga e parë. Pra dhe këtu është një fillim I ri, nuk është siç e kanë lënë më herët. Pjesa ekonomike është arsye kryesore pse njerëzit emigrojnë. Shumë pak ose të paktën ato që ikin për kënaqësi është një tjetër lloj përjetimi, sepse marrin me entuziazëm. Por në këtë rast është përballje e vështirë atje, përballje e vështirë këtu nëse do kthehen. Shiko, ti ke vënë një ultimatum bashkëshortit për në janar, ndërkohë që ti ke 10 muaj aty. Dhe po bën një jetë të njëjtë të përditshme. Nuk është se ka ndryshuar diçka, nuk është se zakonisht ultimatume kalojnë një fazë prove, komunikimi, premtimi, kurse ju e keni shumë vizore, po them unë, e keni gati të njëtrajtshme, të gjithë udhëtimin tuaj që nga ardhja në Kanada, pra keni marrë shtëpinë, ti ke vazhdon parukeri dhe nuk ka përpjekje tjetër. Ti e ke thënë edhe gjatë rrëfimit që ke bërë në letër që ti nuk ke përpjekje dhe nuk ke dëshirë të mësohesh aty. Pra ti ke numrin e ke shqiptar të WhatsAppit, nuk dëshiron. Dhe unë, duke menduar se çdo gjë është pak a shumë e njëjtë, siç janë në familje është dhe biznesi, pra siç ka një plan, ka, domethënë në diskutime që mund të bësh me bashkëshor, ti ke vënë ultimatum, por ti je ikur që tani. Ti mund të ikësh dhe sot. Mund të ikësh në dhjetor, mund të kishe ikur në korrik. Për ty, ai muaj janar, mua më duket sikur për ty muaj janar është thjesht një muaj që ke vendi si fillim viti, sepse është interesant, simbolik edhe fillim I ri. Dhe nuk e di se çfarë I kërkon ti bashkëshortit në këtë pikë, se ju nuk keni ulur të komunikoni dhe çfarë, sepse ai mund të ketë argument shumë të mirë, më lër ta provoj, ndoshta ne bëjmë, pra aty ishte diskutimi nga pika A te pika B. Hajde bëjmë sa lekë dhe ndoshta ne do blejmë shtëpi nëse shtëpia ishte gjëja. Edhe jeni në një shtëpi. Ky është një diskutim që kanë bërë shumë veta, e bën tani në vitet tani që ikin në jashtë. Marrin, blejnë shtëpinë. Prandaj po blie edhe kaq shumë shtëpi sepse edhe imigrantët po blejnë shumë. Kjo është një diskutim. Një diskutim tjetër është presim pak se goca do përshtatet. Pra ka disa piketa që vë njeriu përpara se të vë ultimatumin. Kurse ti je në ultimati e ikur dhe duke qenë se komunikon me bashkëshortin dhe ai s'ka çfarë të thotë sepse për 10 muaj ai nuk do e kuptoj kurrë nëse bën ai vendi apo s'bën ai vendi. Ai vetë nuk e di, është me të vetën. Ti I ke shkuar nga mbrapa në fillim, I ke thënë do vi me ty, çfarë ndjen ti, tash I thua ik, tani këtu mbetet vetëm nëse ai do të vi për ty. Është thjesht për mua çështje dashurie, kaq. Është, do të thënë dashurie, nuk e di si përkthehet në psikologji, po është vetëm dëshira për të parë tjetrin të lumtur. Por edhe ai do ke pikpyetjet e veta. Njëra nga arsyet pse unë kam thënë këtë afatin, pasi u ktheva ishte që unë duhet të qetësoja pak trurin tim. Edhe realisht të qetësohesha sepse ndjeja që isha shumë keq. Dhe unë duhet të kisha një arsye që
Ti jepja vetes shtys që mblidhe mendjen sepse ti nuk, domethënë do vi një ditë që ti do e marrësh këtë vendimin. Kjo ndoshta ka qenë edhe fakti që unë thjesht e kam lënë kohës që të bëj vetën edhe të shikoja do përshtatem dot. E para ishte kjo për anën time psikologjike. E dyta, unë duke qenë se punoj në një institucion shtetëror, ne kemi një status të nënpunësit civil që ne e pezullojmë atë për 2 vite për një arsye të vlefshme. Dhe unë vetëm brenda 2 viteve mund të kthehem përsëri në pozicionin e punës që kam qenë. Jo ndoshta pozicionin fiks, por po, është edhe kjo. E dyta dhe e treta, pse unë punoj në një ambient që vijnë shumë njerëz, me thënë ke tërkohën klienta të ndryshëm. Edhe po e shikoj që pas pandemisë është globalizuar gjithë bota, nuk është më emigracioni siç ka qenë dhe Shqipëria nuk është më siç ka qenë. Edhe Shqipëria po ecën me hapat që po ecën në bota. Edhe bota nuk është më, Europa, Amerika, Kanada nuk është më siç ka qenë. Çmimet sa vijnë, pagesat që ndrojnë në vend, qërat rriten, mundësia për të bërë dokumenta sa vjen dhe vështirësohet, ligjet në Kanada po ndryshojnë dita ditës. Dhe unë këtë gjë po e dëgjoj jo vetëm nga shqiptar që kam takuar, por po e dëgjoj edhe nga indian, nga Tadzhakistani, nga Irani, nga Kenya, nga Nepali, Është drejt, domos pas pandemisë Kanadaja ka ndryshuar të mersi shumë. Dhe të gjithë më pyesin kur ke ardhur dhe unë i them kam pak muaj. Po pse erdhe? Do thot këtë fjali ma thonë të gjithë që kanë nga 20 e 30 e kusur vite që kanë në Kanada. Edhe më thonë, kjo është periudha më e keqe e Kanadas dhe emigracionit. Dhe të gjithë mendojnë që pensionin do shkojnë të gjithë në përvendet e tyre. E kupton që të shkosh në Iran, në Pakistan, të kthehesh që vinë nga vendet të luftës dhe mendojnë që kur të dalin në pension do shkojnë dhe do jetojnë në përvendet e tyre. Do thotë që këtu nuk është askush i lumtur, pikërisht. Aty kanë shpirtin. Jemi të gjithë njësoj, do me thënë ne, jo se jemi ne shqiptarët se ne tërkon duam ta cilësem që veten më të mirë se tjerët, por në fakt jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë njerëz, jemi të gjithë me shpirt dhe kjo është një plagë që e kemi të gjithë bashkë. Do thot ashtu siç ndihem unë, ndihen dhe ata që kanë vite që kanë ardhur këtu. E ndihen veten vetëm dhe unë ri dhe mendoj them, ja vlen këto të ardhura, ja vlen kjo shtëpia që dua unë të blej në Shqipëri, duke qenë se unë do t'i shty dhe këto 20 vitet apo 30 vitet e ardhshme njësoj si këta, e pa lumtur dhe do pres ditën që të dalë në pension që të kthehem në Shqipëri, që pastaj nuk do e kem as gjyshen time aty, as prindrit e mi, as shoqërinë nuk do e kem më ku e lash, as familjen, as njeri. Edhe unë pastaj do jem emigrante në vendin tim në ditën që unë do dua të kthehem. Edhe unë nuk do më pres me asnjë gjë aty dhe pastaj do mësoj me faktin e të qëndruarit në Kanada dhe do filloj të përshtatem si gjithë. Unë pikërisht nuk dua të përshtatem sepse nuk dua të bëhem ky njeriu i ftohtë. Ky njeriu që se shiko të lën gjumë të gjitha gjërat në jetë. Të gjitha këto vuajtjet, këto streset, këto pakënaqësitë e përditshme, këto të lën gjurmë dhe ti vetë u fillon të bëhesh njeri pastaj më vetjak, më i pandjeshëm, më shikon vetëm atë anën tënde sepse thua kur unë isha duke vuajtur nuk kisha njeri aty që të më ndihmonte. Tani nuk më intereson se si janë të tjerët. Do bëhesh më i ftohtë nga familja, do bëhesh më i ftohtë nga shoqëria, pa diskutim, mua nuk do më pres më asgjë më në Shqipëri dhe do mësohem këtu dhe do filloj dhe do jetoj këtu sepse thjesht do mësohem. Unë nuk dua të mësohem. Shiko, Eli, në thelb ti ke të drejtën edhe ajo për mua është artikulimi është e vërteta, e shpirtërore. Njeriu është i lumtur, nuk e di si ta them në një mënyrë më të bukur, më të rafinuar, po sa që se ti do t'i them gocave që ta ndaj këtë pjesën, sepse ishte si një monolog më vete për emigracionin, edhe mosha, nuk është vetëm mosha, por është edhe synimi. Pra unë sa që mendoj që të iki, për shembull të mendoj të iki, nëse u do ikja në këtë moshë, synimi mi vetën do t'ishte ose unë të kisha një propozim fantastik jashtë, që të ishte në pozitën time dhe më i miri ever, dhe të isha në pozitat e çdo njeriu që u mendoj që, do të thënë, unë nuk e mendoj veten ndryshe nga të tjerët, kështu i kam thënë vetes, ose në rast se do merrja një shtëpi që të rrija afër fëmijëve të mi në një sezon të caktuar dhe gradualisht edhe mund të ikja. Pra ishte një zgjedhje që mund vinte natyrisht, sepse unë jam mësuar andej. Domethënë e ndjej, më pëlqen. Edhe pjesa ndërkombëtare ndjem si shusin në shtëpinë time edhe në atë zonë.
Por ndryshe unë këtë mosh nuk do lëvizje, pra në qoftë se ti nuk ke një synim, është shumë e vështirë kjo. Dhe sidomos që përmend nuk ka përfitime në qëndrimin që kanë atje. Edhe vajza nuk është më e lumtur dhe nuk merret ajo se si ose paktën pjesa ekonomike nuk është se po zgjidhet në një mënyrë të kënaqshme. Dhe motivimet janë të statusi, puna që ke këtu, shkolla është shkëputje e madhe. Shkëputje e madhe. Tani aty parukeri me gjithë respektin për parukerin, po tjetra ka investuar. Unë ri dhe dëgjoj podcastet, të gjitha llojet e podcasteve që janë hapur në Shqipëri së fundmi, vetëm sepse dua që të kem kontakte me një dëgjim cilësor të shqipes. Ose ku diun të mos e humbas atë thelbin, sepse këtu dëgjon një shqipe shumë primitive nga ato që kanë vite që kanë emigruar, pa diskutim, nuk pa paragjykuar, nuk e them fare në këtë pjesën se kush jam unë si flasin këta, absolutisht, por thjesht për të ruajtur koherencën, për të mos humbur edhe atë pjesë të vetes që ti mendon që ti ke investuar, e këton ke studiuar, që ti nuk je ky lloj niveli, që ti të shkosh dhe të bësh atë manikyr, pedikyrin e ca njerëzve të huaj me ngjyra nga më të ndryshmet. Që kishe dikush që kishe prestigj, që kishe një status. Shiko, rrugës edhe mund ta gjej atë në qoftë se do doje. Më fal, mund të bëj një specializim. Atje në Toronto ka dhe shumë ti nuk je nga Tirana, po ka qenë një valë që ku është dhe tezja ime, që jeton prej 15 vitesh aty, ka qenë vala e inxhinierëve që shkuan në vitet, më duket 90-ta, në fillim të viteve 2000. Që është një grup shumë intelektual, dhe ata në fakt ishin të parë dhe prandaj quhet Tirana-Toronto, që kanë rritur fëmijë të tjerë, tash ato çunat e tezës sime janë bërë, edhe ato janë në pozicione shumë të mira, por ka qenë një kohë tjetër. Ka qenë një kohë tjetër dhe sistemi këtu ishte ti nuk doje të ktheshe anyway, sa kishe mbaruar 97-ta. Nuk ishte vendi, kurse tashi nuk është dhe sistemi këtu që të shtyn. Të acaron, absolutisht dhe ky vend të acaron shumë, dhe ti thua vetë që ti nuk mundesh do të blesh një shtëpi me këto çmime që janë. Jo, kam shumë pak kënaqësi për Shqipërinë, pa diskutim, kam shumë pak kënaqësi. Ka shumë gjëra. Kam njerëzit e mi, kam jetën. Aty ka një lloj qetësie për ca gjëra që ty të bezdisin, po këtu të bezdis dhe dhuna. Të bezdis dhe ajo të lodh shumë. Edhe kjo pjesa e dhunshme që kemi në trafik kudo ku jemi, mënyra se si flasim. Kështu që ka gjëra që të bezdisin. Mbas shumë kohësh kur ti po të jetoj atje, do më thënë është dhe teoria tjetër që vinë me mall dhe rrim vetëm 2 javë dhe nuk rrin dot më këtu. Pra ka disa teori. Që se si ti atë artikulim që bëre para pak që thash është një monolog shumë i bukur, ajo është një vërtet që është e vërtet shpirtërore dhe ti përderisa ti je çuar zgupthi nga një lloj kënaqësie për të shkuar në një vend ku ti nuk ke asnjë lloj plani të dëshire për të shkuar. Dhe kjo matematika është matematikë shumë e thjeshtë. Unë dua të rri këtu, nuk dua të hiqi aty. Nuk kam as i plan të rri aty, nuk kam as i plan të investoj aty. Kam përfunduar këtu dhe dua të kthehem aty ku isha e lumtur dhe vetëm time. Kështu që matematika jote është për të kthyer. Tash vetëm ngelet që ç'a ngelet jona? Jo, e the, ka refuzim të madh ndaj vendit ku është, po edhe një frikë për të përshtatur atje. Dhe të dyja këto e bën të pamundur që ajo të vazhdojë. A mund të themi atë shprehjen që kemi qef neve që del nga filmat që duhet jemi bashk në të mirën e të keqe si partner apo dashuria triumfon. A ka vlerë tu që ta themi dhe këtë që ta heqim fiksimin? Ka vlerë nëse dhe pala tjetër është dakord me këtë pjesë, po duket se janë ndarë ato nevojat edhe të dy shikojnë çështjet e tyre. Më saktë Eli e ka thënë që në fillim që nuk dëshiron të shkojë, po partneri ka arsyet e veta. Dhe një pyetje, bashkëshorti yt ka qenë njerëz social, ai ishte i lumtur aty përveç pjesës ekonomike që të shtëpisë me qira. Si ishte ai? Çfarë bënte në Tiranë? Po kishte punë vet, kishte shoqërinë e vet. Kishte Pa shoqërinë. diskutim, ishte njerëz social, nuk kishte pozitën time, ndoshta. Okej, nuk kishte pozicionin tim të punës, por edhe ai kishte shoqërinë e vet, ambientin e vet. Por thjesht ai kishte thënë vetes unë dua të iki, nuk e shikoj dot të ardhmen në Shqipëri, ose ndoshta ne ndikohemi shumë nga të tjerë, Dalina. Ndikohemi shumë nga shqiptarët që ikin dhe pastaj ktheheshin në Shqipëri. Po, ka dhe vllajin, këtu vetëm një vlla ka. Po. Por të gjithë shqiptarët tregojnë ato anët më të bukura kur vinë në Shqipëri, të emigracionit. Patjetër, duhet të gënjejnë pak se edhe ju. Aty, duan të gënjejnë, po. Eli edhe ti me pseudonimi, a? Po patjetër me pseudonim Dalina. Se edhe ti ndoshta i ke thënë pritjeve që jemi mirë apo nuk e di.
Jo, nuk jam tip që ata e din, po, ata rrezik presin ditën kur do kthehem unë. Më pyesin ndonjëherë kështu me spont, kur keni ndërmend të vini? A do vini për vitin e ri? Nëse lajmi mirë ky për Shqipërinë që presin të kthehen. Nuk ka qenë kë dikur. Shiko çfarë ti thua shtrurit, është ajo që edhe unë mbase nuk do isha në këtë fazë, në këtë situatë që jam, nëse unë do i kisha thënë trurit tim që okay, unë do iki, do e provoj, Kanadaja shumë e bukur, unë do e gjej veten, do studioj atje, do bëj diçka që ta gjej veten, që të mos rri në atë fazë që jam. Po unë këto gjëra nuk kam arritur t'ja them dot vetes, nuk ja them dot, nuk mundem dot. Nuk do dhe ka të drejtën mos doj. Patjetër. Ke shumë të drejtë mos duash, Eli. Eli e the e bukur ti, varet se si ka jetuar një njeri. Edhe sugjerime për imigracionin nuk merret, secili ka udhimin e vet, dhe kjo pjesa ka rënë edhe duhet bie gjithmonë më shumë, kjo fakti i turpit pse kthesh dhe suksesit që ikën, s'ka pse të jetë më ashtu. Fundja ti ke lindur në Shqipëri dhe shoket të duash vendin tënd se ndonjëherë ke turp me vën. Te themi në ndeshje kombëtare, po nuk e themi kështu, pse po rrin në Shqipëri? Pse rri në Shqipëri? Siç më thoshin mua pse u ktheve? Se di tash, është vetëm vendimi yt. Un anglisht është një shprehje play by the ear, luaj me vesh. Po ajo pjesa e komunikimit që ti ke dhënë ultimatum, Po edhe ai nuk flet. edhe ai që nuk flet, Të kaloj edhe janari, të vi qershori që të mbylli vajza shkollën. E këtë dhe unë tani jam duke u mësuar, po pikërisht nuk dua të mësohem. Nuk dua të më duket normale një gjë që realisht nuk është normale. Unë të jap vetëm një rekomandim, nëse unë ta them. Po, Jona, falenderoj. Mendoj se ke ngritur dhe një pritshmëri të vetes se si ti mund të kthehesh në një person të ftohtë, të distancuar, ndoshta nga mënyra se si tjerët e kanë përjetuar, dhe ti ke rënë kontakt, ti ke dëgjuar, po ndoshta mund mos jetë kjo. Ajo që ti do përjetosh, mund të jetë diçka tjetër. Je një jetë këtu, një jetë atje dhe një jetë që është vetëm për ty. Dhe mendoj se kjo duhet të jetë ajo që duhet t'i japësh më shumë shans mbase. Absolutisht, edhe unë jam dakord me Dalinën që themi, nuk duhet të rish atje vetëm sepse duhet të rish, pra është marrë një vendim. Nëse ty të bin qëndrimi këtu, absolutisht, por edhe qëndrimi atje, ndërsa je në këto kohë, aq sa kanë mbetur, pse jo ta shikoje në një formë tjetër, të lidhesh me gjëra të ndryshe sipas teje, jo sipas atyre që ke dëgjuar. Është sikur ta pastrosh mendjen edhe thjesht ta jetosh atë të shkuarin në parukeri, të bisedat me njerëzit atje, që nuk e di udhëtime të tjera që ti realizon brenda vendit. Po Pra sikur të heqësh një kjo filtr është ajo të që krijuar. po pra nuk e kam gjetur veten edhe aty tek ai ambienti ku shkoj. Edhe më duket sikur unë jam shumë më shumë dhe meritoj shumë më shumë se sa vetëm aq. Ose pretendoj, kur erdhëm me gocën në fillim, mundohemi të gjejmë ambientet që ka shqiptar, dyqanet që shiten produkte që ne i gjenim në Shqipëri, që janë italiane kryesisht këtu, restorante të tilla, edhe mundohemi që të vëmë në për ambiente që e frekuentojnë gjithmonë shqiptarët, që të dëgjojmë shqip, në fakt sepse na ngjall një Je në kërkim të familjares, gjëra që kanë ndodhur janë të ngjashme. Po, edhe po, të njohura por për ty. këtu është edhe një fenomen që këtu shqiptarët nuk e duan njëri tjetrin. Nuk kam gjetur mbështetje nga askush, me thënë drejtën. Nuk është se kam ndonjë rrjet shoqëror shumë të zgjeruar, absolutisht, por përsëri këtu kam vëre që shqiptarët nuk e duan njëri tjetrin. Nuk e di çfarë problemi kanë, konkurrencën, nuk e di çfarë. nuk është se duan njëri tjetrin, sa edhe pak të lodhur, nga ndihma, ndonjëherë Nuk duan të edhe përfshihen, po, me hallet e të tjerëve, po. Janë përfshirë shumë. Po edhe nga ana tjetër dhe vllai ju ndihmoi juve, vllai burri, domethënë në një lloj mënyre brenda familjes apo jashtë familjes ka plot shqiptar, se neve kështu kemi denjë të tërësh. Unë po kujtoja para ca ditësh që unë kam kaluar gjatë 97-s, kam jetuar në shtëpinë e shoqes mamit. Pastaj nga shoqja e mamit, e cila ishte në stres më vetes edhe ajo po kalonte depresion nga imigrimi, ishte këtu një super pozicion të lartë edhe atje priste bukët. Pastaj shkova tek shoku i ngushtë i babit. Dhe më kujtohet se si më ka mbajtur shoku i ngushtë i babit dhe gruaja që unë i dua shumë të dy. Më kanë çdo ditë. Ku ishte edhe një vajzë, kishin dy çuna, isha dhe unë aty, çohesha, më bënte, më gatuante, më merrte me makinë. Domethënë pavarësisht se babi ndihmonte, domethënë si thua, bënte atë kontributin e vet,
por që të mbajnë në shtëpi dhe jam shumë falenderuese për këtë njerëz. Kështu që unë mendoj që shqiptarët kanë bërë shumë për njëri tjetrin. Realisht kanë bërë shumë. Por ka ca që janë të lodhur, ka ca që si çdo vend tjetër që nuk ta kanë Terezin. Ose duhet do kohë që të afrohesh sepse lodhesh kur të vjen më ndihmon njëri, më ndihmon tjetri, ti thua tash kupton se ke jetën tënde, ke hallet e tua. Po, mos e mendo ashtu sepse ka. Një nga ato është tezja ime, e cila do të thotë se duhet të qenë. Nuk i kam gjetur këta, ose ndoshta nuk kam gjetur ato që kam pritur që të gjej ose Eli, ato që do presësh. Vjen shoqëria që të më përshtatet. Po pritshmëria prandaj është gënjimi, se kemi pritshmëri. Pritshmërisë duhet kemi. Ti për momentin edhe një herë për ta mbyllur, ti nuk do të rish aty, por nga ana tjetër je vetëm në vitin e parë. Nuk ka se bëhet gjithmonë më lehtë. Edhe s'do bëhet kur vendi nuk bëhet. Ti i ke parë tani, ne shohim neve, ne ku ta gjejmë që na klikoj diaspora, është vetëm diaspora që shes shqip. Me qindra, me mira, me miliona. Ke parë spektakle reality Big Brother, janë 300.000 veta që rinë online, që shohin Big Brother çdo javë. Kam thënë shkova në Amerikë dhe prindrit e shoqes sime kishin televizorin duke parë Syri TV. Se kishin nuk e dija që kishte, se kisha parë ndonjëherë këtu e kishin lënë atje dhe shihnin çdo gjë të mundshme. Pra jetojnë me Shqipërinë, por aty kanë ca komoditete të tjera. Ti nuk i do ke argumenti yt është ky komoditet. E vetmja gjë është që unë të uroj është fat në diskutime dhe nëse ti nuk do fare dhe je pa lumtur deri në janar, se di, ktheu dhe mund të shkosh prapë apo jo, ke dokumentat. Ose ktheu kur të mbaroj viti shkollor i gocës, 3 muaj dhe 3 muaj. Për ta bërë një provë do ishte goxha mjaftueshëm, Vera. Pak a shumë këtë plan kam bërë me trurin. Një plan qënk. Pra një plan, jo janari tash, në mes të kalojnë ditët dhe ato gjërat ndryshojnë, por unë pak a shumë në konceptimin tim është kjo gjë. Nuk e di se sa bashkëshortim do ma pranoj këtë gjë, se e di që ka shumë të vështirë, edhe ta përballoj financiarisht. Është e vështirë sepse ai më dërgon edhe mua pa diskutim në Shqipëri, se unë punoj në punë shteti edhe punërat e shtetit dihet sa janë rrogat. Shikoj, Eli, unë duhet mbaj dhe veten këtu edhe të mbaj edhe neve. Unë nga zëri dhe artikulimi yt, realisht, unë nuk e di se çfarë punë, domethënë di çfarë punë bën, por nga zëri dhe artikulimi yt je një femër shumë e zgjuar. Je shumë e zgjuar. Unë nuk e di se sa ti ke pritshmërinë nga vetja jote, por kam përshtypje dhe ndjej që ti nuk e vlerëson veten aq sa realisht je. Se ne flasim me shumë histori, janë absolutisht shumë histori, domethënë janë fantastik me shumë gra që flasin, po ti hyn tek ato gratë që janë shumë të artikuluara dhe shumë e mençur. Dhe mënyra se si e ndërton dhe konceptin dhe logjikën që ke dhe inteligjencën, kështu që unë besoj që ti po besove në çik te vetja, do ta gjesh dhe aty në Kanada dhe në Shqipëri do jesh më mirë. Se dhe në Shqipëri bëhet lek. Të falenderoj shumë Eli dhe të uroj më të mirat. Gjë të mesme, ne mesme e hartë. Të mesme e hartë. Ju falenderoj dhe më shumë. Edhe unë sot jam veshur me gold dhe mesmja e hartë do jetë dhe sot, sepse këto janë vendime që ti nuk e di asnjëherë. Të kthesh në Shqipëri dhe pastaj kemi pas histori që janë kthyer kanë ikur prapë. Po kanë ikur prapë, kjo. Kanë ikur prapë. Kemi Rozelën. Rozela është e re, 25 vjeç dhe ka emigruar me llotari. Natyrisht të gjithë kanë emigruar së fundmi. Nga karriera në bank, thot, në Shqipëri, ajo tani ka punuar në aeroporte, në punë shumë të thjeshta, jo, nuk kishte lidhje fare me karrierën e saj, apo në Walmart, në këtë qendrën e madhe të supermarketit nga më të mëdhenj në Amerikë. Dhe thot që nga feministe, thot u ktheva nga dikush që më mban burri me lek. Dhe thot më mirë të më mbaj burri me lek, e punoj jam për burrin tim, se sa të punoj për këta. Ka dhe një rezistencë dhe sidomos kjo ndrimi i statusit është shumë e rëndësishëm. Rozela, po, përshëndetje. Ti ke ikur në Amerikë një vit që je atje, bashkë me bashkëshortin, keni shkuar me llotari dhe thua që uren faktin që nuk je në lëkurën tënde, pra nuk bën atë që ti ke bërë, apo do të bësh, apo meriton të bësh. Më thua një çik më shumë për jetën në Amerikë. Unë jam 25 vjeç. Para se ta në Amerikë jetoja në Tiranë, në atë periudhë isha thjesht e lidhur me burrin, por kur më ra mua llotaria, u martuam dhe erdhëm të dy bashkë këtu. Ishte hera e parë që largohesha nga Shqipëria për kohë aq të gjatë, ishte hera e parë që jetoja vetëm. Edhe gjithçka domethënë ishte e re për mua. Plus që kur erdha në fillim, qëndrova tek shtëpia e xhaxhait tim për rreth 1 muaj ose 1 muaj e gjys. Derisa ne arritëm që të gjenim një shtëpi me qira, domethënë, me shumë peripeci, sepse
Duhej që ishte credit score, duhej që të kishe garantor, shumë gjëra burokraci koti domethënë. Në momentin që gjetëm një shtëpi me qira, u larguam nga xhaxhai im, edhe fillon që të jetonim vetëm. Në fillim domethënë u marr me këto DoorDash, me këto Uber, që mund t'i bësh vetë me makinën tënde, pa punoni për Uberin për këto, shpërndarjes së ushqimeve. Po. Pastaj në momentin që një shoqja ime më sugjeroi që të filloja punë në aeroport, në një pozicion që kishte qenë edhe ajo vetë para. Nisëm punë në aeroport, pak eksperiencë ullëse, le të themi, sepse unë nuk isha mësuar që të bëja fizike, edhe aty filluam do të thënë intensivisht punë fizike, ishte një punë që duhet të ecje mbi 25.000 hapë në ditë. Ishte shumë me të meshme, do të thënë edhe kam pjesa orarit, duhet të çosh në 2 natës, shkoja në punë 4. Më fal, çfarë aeroporti është ky 25.000 hapa? Chicago. Aeroporti i Chicagos. O sa i bukur është ai. Është shumë i bukur, është shumë i lezetshëm, por e mbaj mend. Është gigant, është shumë i madh. Ne kishim një pozicion që duhet të ndihmonim pasagerët që kishin pamundur, pasagerët invalidë. Për lloj arsyesh, domethënë që ata nuk esnin dot, le të themi, që të shkonin tek gate-i i tyre. Edhe ka dhe që ecin, këtu në Shqipëri ke sa të duash, që sa ikin jashtë të më kujtu. Kjo ishte të meshme, sepse nica e tyre ecnin, thjesht për tonin. Jo, ta themu se ke këtu pa fund, i çojnë fëmijët që të kalojnë lehtë, prindrit kur ikin jashtë, kështu i aplikojnë për karrocë, që ato ta kalojnë lehtë dhe t'i çojnë edhe të mos presin në radha, nuk e di domethënë. Edhe pastaj të tërçoheshi se kam parë dhe unë edhe ka qenë njerë një numër shumë i madh që unë çuam gjithë në këmbë. Pa hajt më. Edhe ishte shumë punë e vështirë. Plus se ti e di që amerikanët janë shumë të shëndosh, shumica. Edhe shumica që përdorin këtë shërbim, domethënë thjesht përfitonin. Mua kjo gjë më shpifte. Pra ti shtyje 25.000 hapa, shtyje karrocë obes, ato janë obes 300 kg sipër. Kuptoj. Po, ishin jo të gjithë sigurisht, nëse ishin pleq ose njerëz në moshë që nuk esnin dot ose nuk dinin anglisht, isha shumë e kënaqur ta bëja si gjë, sepse mendoja po sikur të jetë mami im këtu nesër pas nesër, si ato customer service skills unë kisha shumë të mira, edhe merrnim goxha bakshishe, po prap ishte si punë, domethënë ishte shumë e vështirë. Edhe nga fakti që ndoshta ishte kundra orës biologjike të njeriu që duhet të çohesh në mes natës, domethënë nuk bëj orar gjumi të mirë. Plus ushqimi ishte skandaloz. Unë isha aq e lodhur sa nuk mund gatuaja kur vija në shtëpi, ja fusja gjumit, po t'ja fusja gjumit herët nuk të zënte gjumi për darkë. Kështu që nese, u smura aq shumë atë periudhë derisa një këshyri im i gjeti burrit tim një punë në profesionin e tij, në IT. Keqja e saj ishte se ishte një qytet jo në perifer të Chicagos, po diku në mesi i Illinois, do të mesi i shtetit. Teknikisht nga qyteti ne jemi 2 orë me makinë në autostradë duke ecë kështu me 100 mile, domethënë, per hour. Dhe do të thënë si një gos që jetoja në Tiranë gjithë jetës time, isha mësuar shumë me qytet. Do të thënë mosha e parë që unë kam shkuar në fshat, mund të ketë qenë ekskursion ku di unë në Voskopoj, me shkollën. Edhe pa pritur e gjithë aty veten time, do të thënë në një vend si fshat që ka vetëm misër, kudo që ecën. Ka kështu rednecks, katunar amerikan, njerëz që ndoshta mund të kenë ngel këtu ose nuk e di, nuk mund t'i vësh shumë faj, po që jo, ato e ka shpinë e tyre, aty ka ngel, po. Ato e ka shpinë e tyre, ose ke arti. Jetoj në këtë qytet, edhe teknikisht më mëra që pak a shumë të sakrifikoja ato ëndrat e mia ose mendimet që doja që të bëhesha dikush ose që të ambacoja më shumë, domethënë, për të dhënë mundësi burrit tim që të paktën të avancojë ai. Kuptoj. Sepse në punën që ne kishim në aeroport nuk është se asnjëri nuk do fitonte profesionalisht, domethënë. Kurse të paktën tani ai rrugën e kishte të hapur deri diku, kështu që
Po gjithsesi edhe kjo është një situatë momentale derisa të kishe mundësi ndoshta që të zinte një pozicion më të mirë më afër qytetit. Kur erdha, kisha shumë pritshmëri. Pavarësisht se në Shqipëri do nuk është se isha njëri aq i lartë në profesion, po që kisha filluar deri diku një rrugë time që punoja në bank. Intereshipi ishte, po që të paktën kisha futur këmbët, si më thënë. Edhe kur më ra lotaria, nuk është se as kur e hodha, nuk është se e hodha me dëshirë të madhe. Kupton, po thjesht hajtë si ta provoj, nuk është di, s'ka për të rënë. Ja që ra. Po që duke pasur domethënë njerëz në Amerikë, unë jam rritur me këtë mendime që Amerika kështu, Amerika ashtu, domethënë vinin njerëzit nga jashtë, bënin sikur, ku diun. Ishte si gjë e madhe domethënë, edhe kur më ra mua rasti, është turpe dhe thuash jo nuk duhet shkoj. Tash i taksirati të ra do ikë. Njerëzit vrasin të jenë këtu. E drejt, shumica nuk e djegin llotarin. Mbas sa kohësh mund ta ndryshojnë mendjen, po në fillim janë shumë të rralla ata që e djegin. Edhe unë, edhe familja ime, domethënë, ishim me këtë mendim në shko provoje. Kush e di, ndoshta të ecën aty më mirë se sa në Shqipëri. Po, mirë, te ky fshati ç'a bëje ti? Okej, tani përderisa ai gjeti punë të mirë, unë detyrova që të punoja në punë të thjeshta si në supermarket. Po, në Walmart. Që pra, nuk ishte aq keq sa në aeroport, por paga ishte të mërsi shumë e keqe. Le të themi që Amerika nuk është fare shtet social. Fare, nuk i intereson për punonësit. Se ashtu se çfarë? Sa merrin në orë? $15 në orë. Mos jetë nami, do thënë me ulta e mundshme, po që prap ishte me ullët edhe, do thënë një katërta e qa me burrim. Rroga ime ishte kështu si kota biskota. Unë më shumë hargjoja se sa fitoja. Se edhe pjesa që duhet shkoj me makinë. Kjo gjë më ishte fare që gjithçka bëhet me makinë. Unë e urrej makinën, e urrej pjesën që nuk mund të eci dot, edhe këtu po s'pate makinë i vdekur. Zemra këtë nuk ta than si informacion për Amerikën. E dija, po ku di unë, në mendjen time isha kështu në New York, në Times Square, e kupton? Edhe erdha në suburbs, edhe u bëra kështu humble fare. Letërisht më goditi, domethënë Amerika. Po tani ç'a po bën? Dhe për momentin pata të probleme domethënë në punë që nuk pranonin as kështu recet doktorit, doctor's note. Edhe pse isha smur domethënë, prap ndodhi një keq kuptim, nëse edhe thash më mirë do e lë punën. A kërkove leje dhe nuk ta pranuan? Jo, nuk ma pranuan, edhe pse isha shumë keq domethënë. Edhe thash më mirë tripa punë, se sa të punoj për lëmosh. Ndoshta jam shumë, ku di unë, me bishtin për pjetë, mund thuash, po që mendoj se nuk është mirë t'i ullësh standardet. E pas ke pasur hyrje shumë kapitaliste amerikane, me fshatin, me makinat, ata që të heshin nga puna edhe pse ti je smur, në të gjitha librat kështu anti-amerikane, janë këto momentet që përshkruan ti misrat countryside. Mësimi i parë që më dha Amerika është që këtu nuk do kesh asnjë lloj gjëje tjetër përveç pjesës materiale. Tu do marrësh lek, edhe do i çosh lekët dikush që të blesh gjë tjetër. Do thënë maksimumi që mua më jep kënaqësi për momentin është të kem ndonjë lek që ta çoj në Shqipëri, pavarësisht se ata nuk kërkojnë, domethënë thjesht është mendimi im që përderisa jam këtu, pse mos bëj diçka për ta. Edhe ku di unë, të shkosh në për supermarkete, të shkosh në për qendra tregtare dhe të harxhosh lek. Asgjë tjetër nuk ke çfarë të bësh, domethënë. Asnjë anë shpirtërore nuk mund ta plotësoj, le të themi. Tani ç'a bën ti gjithë ditën? Për momentin jam në shtëpi, jemi në një fazë ku burrim po përpiqesh që të ndryshoj punën, edhe që të lëvizim prap në qytet. Edhe do zoti domethënë bëhet si gjë, kështu që prandaj nuk është se po e shty veten aq shumë domethënë për të filluar një punë. Fizikisht është edhe pak e vështirë se është një borë të mëshme, kushtet në dimër janë të mëshme. Tash nuk e kam shumë qejf makinën, duan 2 makina për
për qenë të dy në punë, më shumë humbet se sa fiton për momentin. Jam përpjekur edhe që gjej punë nga shtëpia, po prapë është tmerrsisht e vështirë. Edhe kjo gjë më çudit shumë që sa erdha në Amerikë kuptova që ti nuk do gjesh kur punë të mirë nëse nuk ke një person brenda në ato kompani që ta kesh si referencë. Varet ajo. Rozela, varet, po ti për shembull gjatë kohës që rri në shtëpi, po them, duke qenë se ke punuar në bankë dhe je goc paktën nga të folura shumë e lezetshme e para dhe zgjuar. Je përpjekur apo ndoshta nuk e ke parë financiarisht që të bësh kurse apo se ka shumë Amerika online mund të bësh çfarë të duash. Po, jam përpjekur. Po gjithashtu edhe ndoshta edhe në pjesa që u rrita çik më shumë, kuptova që edhe shkolla që bëra nuk kishte lidhje fare me mua si tip. Jam njeri shumë më i ndryshëm se sa dikush ndoshta që është dakord që të ulet 8 orë në zyrë edhe 3 aty, e kupton? Pra po ti e the vetë që unë në shërbimin e konsumatorit the jam shumë e mirë, por kur më flisë për aeroportin, edhe merja bakshishe. Ndoshta këtë talent që ke mund ta shfrytëzosh, sepse vërtet ti thua që në Amerikë duhet kesh miq. Po Amerika ka dhe atë që i mban njerëzit aty që ti je mundësi dhe kur realisht të tregon veten nuk të mënjanojnë, ose nuk ka padrejtësi të paktën që ka në këtë vend. Ati ecën para, edhe mund të ecësh para. Sepse në momentin që ti futesh në një punë në Amerikë, është shumë e thjeshtë që të dalësh në krye. Sepse vetë amerikanët mendoj se nuk i japin shumë rëndësi punës, ose domethënë të qenit më të mirët në punë, kurse shqiptarët ndoshta nga që kanë një lloj kulture pune çik më ndryshe, plus që kanë edhe nevojën e lekut, kudo që shkojnë, bie në sy. Sepse punojnë më shumë se pjesa tjetër. Nuk japin thjesht minimumin. Edhe këtë gjë e kam kuptuar që në çdo punë që isha, mjafton që ti jep çik më shumë se njerëzit e tjerë, edhe ti do vesh e re, domethënë, edhe mund të arrije që të ngrihesh në detyrë. Nëse do kisha pasur më shumë mundësi që të rrija tek këto punët respektive, se do kisha arritur që bëja diçka më të lartë. Jam një njeri që motivohet shumë nga pjesa shpirtërore, edhe në momentin që një punë nuk më jep atë pjesën e kënaqësisë, mendoj se e kam pak të vështirë që të vazhdojnë më tej. Edhe këto punët që kam bërë kanë qenë shumë jo motivuese, prandaj as nuk kam dashur dëshirë. S'kam pas as dëshirë domethënë që të jepja çik më shumë se ç'duhet. Çfarë përshkruave nuk është motivuese për asnjë. Këto janë punë që asnjë nuk e sheh si karrierë, as Walmartin se ka parë njëri si karrierë përveç të zotëve të Walmartit, miliarderëve, po të tjerë nuk është se e shohin si karrierë dhe zakonisht janë punë studentësh ose të moshuar punojnë, imigrantësh në fillimet e tyre. Po ti në fillimin tënd, unë do të pyesja me bashkëshortin si shkon? Ishte pak e vështirë në fillim, se siç të thash, asnjëri nuk është se ishte mësuar që të jetonte vetëm në atë lloj mënyre ose me dikë tjetër vetëm. Dhe ishte pak e vështirë pjesa për shkakun që duhet ndanin punët ose mosmarrveshje të vogla, domethënë për pjesën e shtëpisë, po që në përgjithësi shumë mirë. Ne kishim darë mendje që do ishim të martuar, edhe nëse do qëndronim në Shqipëri. Erdhi shumë herë se ndoshta e kishim planifikuar, po që prap ne kishim mendjen e ndarë, si më thënë. Po juve keni jetuar bashkë më parë? Jo, nuk kishim jetuar kur në Shqipëri, kishim jetuar kur në vetëm. Kur erdhëm në Amerikë, domethënë e provuam tamam. Si një çift i ri, domethënë ke probleme, po që jo gjëra tragjike. Plus domethënë unë mendova që në fillim që nëse unë do vi vetëm në Amerikë, imagjino të isha vetëm thash. Do kisha ngel pasi gjë që në fillim do kisha ngel akoma të xhaja im për momentin. Ne arritëm këtu ku jemi sepse unë kam një burr me vete, domethënë. Unë isha shumë feministe kur u takova me të, edhe tani thjesht feministi më doli nga trupi kështu kur. Jo, ti feministe je pra, po je në fazë tranzicioni. Duan dy njerëz. Kjo është dhe martesa, kupton? Në një moment dikush është më mirë se tjetri, ndihmoni janë 4 duar për familjen, kështu që. Po, njëri tjetrin. Edhe jam shumë falënderuese sepse pavarësisht se ai është i moshë me mua, prapë nuk është se ka ato mendime që hajde bëjmë gjërat gjysmë për gjysmë ose ku diun ose fillo punë urgjent ose nuk e kam këtë presionin fatmirësisht domethënë. Edhe ai më ka lënë të lirë këtë pjesën që kur të kemi shumë nevojë, do fillosh punë, po për momentin kemi rënë dakord, domethënë që unë
kujdesen për shtëpinë le të themi, kurse ai kujdeset për të ardhurat në punë. Në fjalimin tënd nuk pash ndonjë dëshirë për të kthyer në Shqipëri. Dëshiron të shkosh në Chicago. Është e vështirë dhe ajo pjesë, sepse ne të dy vim nga familje ku prindrit tanë janë mbi 60 vjeç. Edhe kemi shumë të presionin që me që janë në një farë moshe, pse mos timi me ta në vitet më të rëndësishme, domethënë. Dhe edhe nga burri im, edhe nga unë, është i njëjti presion, domethënë nga të dy anët për këtë gjë. Edhe qëllimi jonë le të themi për momentin është që të marrim pasaportën, që mund të aplikojmë për 5 vite, të marrim pasaportën dhe të krijojmë diçka në Shqipëri. Unë nuk e shoh veten time në Amerikë për të jetuar për një kohë gjatë. Do të unë e shoh si një sakrificë që po bëj tani për 5 vite, le të themi, edhe unë do iki. Do të thonë, nëse dikush më thotë që ardhmja jote do jetë në Amerikë, unë vras veten. Dhe këtë fjali ka thënë shumë njerëz dhe ardhmja ka qenë në Amerikë mbas sa vitesh. Kështu e ka filluar. Ti nuk e kupton diçka. Shumë njerëz që kanë ardhur në Amerikë vinin nga zona, lloj-lloj zonash nga Shqipëria. Nuk kanë ardhur direkt nga një vend që ata s'kishin asgjë, edhe erdhën këtu dhe ndjen si mbret, e kupton? Unë nuk është se erdha se s'kisha asgjë. Erdha për ta provuar, le të themi. Edhe kjo mendoj se është një diferencë që shumë emigrante kanë, që nëse ti vjen nga asgjë, sigurisht do të bëj përshtypje Amerika. Ke këto teftat që të thonë, "Ami ktheu." Po si të kthehen tash se erdha harxova gjithë të lekë, lash 2 vite gjysmë jetës time këtu, edhe çfarë të kthehem kot tani? Pa nxjerr diçka në dritë. Është shumë e vështirë që thjesht të kthehesh edhe pastaj është edhe opinioni publik që erdhi kjo, nuk s'ja doli, nuk e mbajti dot Amerikën. Që sado që je në Amerikë, domethënë, edhe njerëzit në Shqipëri nuk e njohin tamam se si është. Prapë është e vështirë që të shpjegohesh tek njerëzit që si është jetesa tamam. Edhe në qoftë se unë përfundoj duke ikur në Amerika dhe nuk më pëlqen Shqipëria, do zgjidhja një vend që është shumë afër me Shqipërinë, që është ku diun në Europë. Jona, Rozela është pak më e qartë. Pak të thotë të marrë pasaportën, pra ka një lloj plani këtu. Që ngushëllon për qëndrimin në Amerikë dhe patjetër mund të jetë edhe diferenca moshës, ndryshe nga Ili që e shpreu dhe vetë në fakt, moshë 40. Po se Rozela është 25, po. Dhe ndoshta kjo lehtësi në rastin e Rozelës vjen edhe për shkak të moshës, por edhe qëllimi të qartë, siç po e thoje, që e ka qëllim të qëndroj për aq kohë sa mund të qëndroj për të marrë pasaportën dhe më pas ta vlerësoj për rikthimin. Normalisht të kesh qartësi mbi qëndrimin mund të ta lehtësoj edhe periudhën e stresit që ti kalon ose përballesh atje. Në nivel emocional nuk e di si po i përballon eksaktësisht. Rosel nuk foli më shumë për udhëtimin, për mënyrën se si ti ke punuar, lodhjen fizike, po dëgjova shumë pak për aspektin emocional. Ishte shumë e vështirë. Do të thënë muajt e parë unë qaje për ditë ndoshta, edhe doja që tikja, ose në më shumë se doja që tikja, diesha keq që isha në Amerikë dhe nuk isha në Shqipëri me prindërit e mi, domethënë. Ose që nuk po bëja ndonjë gjë fitilpruese, ose nuk po arrija diku, domethënë. Se ti je 25 vjeç dhe mos kesh diçka të ëndën është e vështirë. Nuk është aq e vështirë sa ndoshta ti je 40 dhe mos kesh asgjë, po pavarësisht mua më duket vetja sikur jam me vonesë për të arritur ca gjëra. E kuptoj. Edhe e vuaj jashtë mase këtë, sidomos edhe pjesën që nuk është se kam ndonjë motivim ose ndonjë pasion specifik që dua ta kthej në punë, ose mund të kem domethënë ca ëndra në kokë që nuk i realizoj dot, edhe thjesht kjo është shumë pesimiste si gjë. E vuaj goxha, po që prap jam shumë fatlume që jam dikë tjetër këtu dhe nuk jam vetëm. Pjesa shpirtërore është shumë e rëndësishme tek ty. Referohesh pjesës të prindërve që nuk janë me ty. Po, pjesa e prindërve. Do thënë, ta mendosh që je kaq larg sa unë nuk shoqëron dot mamin tënd në një vizitë shëndetësore për shembull. Ose nuk nëse ai duhet diçka, unë nuk jam aty për t'ia plotësuar. E kupton? Përse e ke këtë përgjegjësi tek vetja? Edhe shumë këtë pjesa.
Përse është kjo përgjegjësi për kujdesin ndaj prindërve? Je fëmijë vetëm apo si qëndron kjo pjesë këtu? Nuk është se jam fëmijë vetëm, por kam të pjesën nga që jam si më e vogla, edhe ndoshta edhe ata domethënë pa dëshirë ose pa e bërë kështu domethënë me vetdije, mund të më kenë ngarkuar mua me pjesën që më bën 40 vjeç. Edhe tani mua më duket sikur duhet t'i pleqëroj, si më thënë. Gjithmonë e kam ndjerë këtë pjesën që unë duhet isha aty për ata, edhe nuk jam. Po thënë, jam këtu për burrin tim e gjitha, po bëj gjërat e shtëpisë, po gatuaj, po ku di unë, po kujdesen për këto gjërat. Por mendoj se ata kanë më shumë nevojë për mua. Do ishte super gjë, domethënë qoftë do e kisha këtu, ose gjithsesi, ma ka lehtësuar shumë edhe pjesën që ne kemi shkuar 2 herë në Shqipëri në këtë periudhë. Kur e dëgjoj njerëzit thonë, sa shpesh ke shkuar edhe kaq herë domethënë. Por burri tim i ndodhi diçka tek familja vet dhe jo desh që të shkonte. Edhe unë pash si mundësi, po shkoj dhe unë, domethënë pse do rri këtu vetëm. Pak a shumë ma hoqi pak mallin, ma hoqi pak atë mendimin që këta nuk janë keq, domethënë, edhe mund ta kem mendjen pak të lehtë, edhe mos ta vuaj aq shumë. Ma hoqi edhe mallin e Shqipërisë, mallin e Tiranës, ose dilja në rrugët e Tiranës edhe qaja, se shifja gjëra historiste, domethënë, sigurisht shifja për herë të parë. Edhe mbaj mend, ka thënë Dalina një herë tek emisioni i parë që shkonte dhe shifte emisione live nga Shqipëria, nga vendet e Tiranës, domethënë. Edhe unë e kam këtë. Unë e bëj këtë vazhdimisht, më merr aq shumë malli, domethënë ndoshta nga që jam njëri që jam kështu me tip ndjesish, domethënë, edhe me vibe, gjëra. Edhe mua më mungon shumë ajo rutina ime që kam pas aty. E kuptoj. Po edhe kjo që gjithçka këtu është e re, është pak friksuese, domethënë. Po nëse prindrit do të ishin atje, ose nuk do të ishin plotësisht në kujdesin tënd, ti do ta kishe më të lehtë qëndrimin atje, përballjen me emigrimin? Mendoj se do më ishte një peshë shumë të madhe nga zemra, si gjë, që ta kisha mendjen e fjetur domethënë në atë aspekt. Por gjithsesi, mendoj se gjëja që po më vret më shumë është që nuk po bëj asgjë për jetën time, që shkoj diku nesër pas nesër dhe ta arrij atë gjën që unë dua. Dhe nëse do të ndryshonin kushtet e juaja atje, pra do kalonit në një qytet, do filloje të studioje, ndoshta diçka, mësoje një profesion, do ishte një mënyrë ndoshta për ta menduar qëndrimin? Për atë po përpiqemi, domethënë, që mundësisht të lëvizim në qytet, nuk e di të lëvizim fare ndoshta në New York, sepse di që ka më shumë mundësi pune edhe ka gjithashtu edhe shumë shqiptar, ndoshta është çik më edhe ajo pjesa që ndoshta e ngjanet çik më shumë pasaj rutinës time që kam bërë në Shqipëri, sepse është qytet, më shtyn ajo pjesa që të jetoj në qytet dhe në një vend që të kem pak presion. Për momentin më duket sikur s'kam presion mjaftueshëm, edhe prandaj nuk po bëj diçka. Jam edhe kurioze se si ti e kalon ditën atje, duke qenë se në këtë moment nuk punon, qëndron në shtëpi. Nuk është se kam një rutinë të veçantë ose që dua, mundohem që të dal, me ato 2 shoqe që mund të kem krijuar këtu domethënë, mundohem që të dal sa më shpesh, sepse e shoh që nëse do mbyllem në vetvete, thjesht do bëhem edhe më shumë antisociale, domethënë. Kam edhe fatin që kam njerëz domethënë familjar që shkojmë aty gati çdo fundjavë, edhe kemi le të themi një dritare që mund ta hapet. Dita ime është shumë e thjeshtë, shumë bazike. Merrem me pjesën e shtëpisë, mund të shoh filma, podcaste, gjëra për Shqipërinë për shembull. Mund shoh dokumentare, gatuaj, kam shumë qejf që të gatuaj. Do të thënë duke ndetur kështu kot them ta kisha bërë një fëmijë. Po rri shpakt ta bëj. Ose kisha marrë një mace. Po e di që është shumë. Do të thënë nëse ti ke një gjë që s'të lë pastaj të bësh sa duash, është e vështirë, kështu prandaj po më përpiqem që ta shtysa më shumë. Rosela është e hetur për të zhvilluar, për ta mbushur kohën e saj, duket si një shpërdorim. Po do ta mbushë sepse është
është e shkathët. Është e shkathët dhe vetë tha që aty dhe tek ato gjërat e vogla që bënte, të thjeshta ose banale, siç do i quante kjo, edhe aty kishte sukses. E vetmja gjë që unë mund të identifikoj të paktën në pjesën time është faji që shumë shqiptarë ndjejnë, një faj iracional, jo shumë me bazë për prindrit. Ndjen këtë përgjegjësinë kur janë jashtë për të ndihmuar, për qenë prezent, për të përmbushur pritshmëri që ata janë të pamundur të realizohen sepse duhet të fokusohen pak edhe tek zhvillimi vet, para se kalojnë tek ndihma këtu. Por kjo, siç e thotë vet, nëse nuk do ishte si përgjegjësi, do ishte pak më e lirë, tha. Po prindri 60 vjeç janë, zemra të rinj janë. Kam probleme shëndetësore. Është kjo pjesa që dua që ti përmbusha më shumë. Do të thënë si unë e si burri, kemi totalisht njëjtin problem, domethënë, edhe na Rozela, se çfarë do t'i bësh prindërve, si do përmbushen, prindërit përmbushen thjesht duke qenë të mirë me shëndet, kupton? Nuk është se patjetër përmbushja është ti si te vullmarti, po je tek një gjë tjetër. Ajo ata nuk kërkojnë asgjë. Absolutisht, po këto djenjat e fajt janë djenjat e fajt janë trurin tënd, po janë të paqëna dhe nga diskutimi edhe yti dhe historisë së kaluar, po dhe historive që do vinë, shumica e gjërave janë të paqëna në mendjen tona. Shumica e zhgënjimeve vijnë nga pritshmëritë që ne i kemi kot në trurin ton dhe shumica dhe dëgjojmë shumë gënjeshtra përreth apo bazohemi shumë tek gjykimet. Dhe ti thua për shembull s'kthen dot Shqipërisë është opinioni publik e këto, se kush opinion publik do merret me ty që kthehesh për shembull, nuk e di. Po kështu kam menduar dhe unë, kupton të tërë. Po se kush është ky opinioni publik që na bëri dëm, asnjë s'të bën dëm. Dhe prindrit, dhe po t'jesh aty ti, dhe po të kenë smundje, s'ke çati bërë smundjes atyre. Kështu që njerëzit mendojnë që larg qoftë, ndodhe e dita unë s'do jem aty. Shumë nuk kanë qenë. Fillimi është shokus se je larg, po prap dhimbja është e njëjtë në çdo vend. Kështu që ajo s'është për të menduar se 60 vjeç tash jeton deri në 99, secili ka të shkruar jetën e vet, nuk është se do e ndihmosh ti rrjedhën e jetës të tjerëve. Mjafton të flasësh, të kesh marrëdhënie shumë të mirë, të kenë mirë ty edhe kjo është një marrëdhënie që ndërtohet. Ajo ç'a unë të thashë në fillim, se të lash pak të flisje me Jonën, dhe ndërkohë kam një vajzë për momentin emigrante me shkollë që po më shkruante në telefon, kishte një urgjencë, kështu që edhe unë u shkëputa pak, si puna jote dhe ajo jashtë, por ajo që unë do të thoja është që ti je një gotë që ke ambicet e tua, dhe absolutisht e citove që në fillim edhe në letër e kishe këtë fiksim të fjalën më mbaj burri, që thash është okay sepse jeni çift, jeni bashk, kur shkalon njëri periudhë, tjetri e ndihmon. Kjo është pjesa e bashkëshortëve e familjes. Aty ka shumë mundësi, të paktën online, pa dal nga shtëpia, në këtë borë që do zgjasi deri në shkurt mars, ke shumë mundësi për të bërë kurse online sepse ato do të vlejnë. Këto po ta themi këshill praktike, se pjesën tjetër mund flasësh me Jonën. Por të vlen këto, sepse ato i shohin shumë këto gjëra në përpunë, edhe mund të shkosh, paktën krijo mundësinë që të kualifikohesh sa më shumë në gjëra që ti ke qef dhe pastaj mund të dalësh, çel pranvera, çelin lulet edhe shkonin në Chicago dhe pastaj ke edhe ti mundësi, sepse Chicago është një qytet shumë i madh, është dhe i bukur. Po, është vërtet i bukur, prandaj kam qef domethënë që të lëviz edhe të shoh si do ishte jeta ime nëse ato pritshmëri kisha që do jetoja aty. Edhe kur më ra pak kështu, kur s'mundat që të bëja si gjë nga ato që kisha menduar, domethënë, më ra pak si shok. E pra se zhgënjimi është kotësh në trurin tënd, se ti pret ato dhe ato mund të ndodhin, por çdo gjë ka kohën e vet. Po ndërkohë që ti ke gjithë të kohën në duar, atëherë këtë thash, meqenëse ti nuk e do as bankën dhe nuk e ke parë veten ulur dhe meqenëse ke thënë në customer service, nëse ka Amerika një gjë, ka customer service, ka çdo lloj pune në shërbim, në marketing, në PR, në service, ato janë consumer, ti the, çfarë të blej unë me këto lekët që mora nga shitja e një gjëje, do blej një tjetër. Ata janë konsumatorët, ato muhabet bëjnë. Kështu që aty është një vend i artë për njerëz si ty, edhe je në një moshë të artë, domethënë një moshë që mund të përshtatesh shumë mirë dhe bashkëshorti është fut në profesion dhe ti unë nuk besoj që ta kesh fare të vështirë. Nuk jam kundër, Shqipërinë shife, po jam një çik edhe për të parë se ç'a bëhet atje. Të futet pak ajo në gjak. Qoftë edhe një film atje, një gjë, një lajmet, një CNN, një Fox News. E fut dhe një çik atë sepse të ndihmon dhe ty pastaj që në customer service në çfarë do të bësh lexon dhe njerëzit i kupton më mirë ata.
Se redneck e kishe mësuar si fjalë. Unë nuk dua të largohem. Unë dua që të largohem nga Amerika pa e përjetuar Amerikën. Po do e përjetosh, unë kam shumë besim që do, nëse jeni dhe një çift i ri, e rëndësishme është që jeni bashkë, keni bashkëtuar për herë të parë dhe kjo po jetën mirë, ëh. Kjo është shumë e rëndësishme, se mund të provoni dhe thoni kush je ti, kush jam unë, të njohim njëri tjetrin. Edhe është bashkëtesa e parë, që këtë. Bashkëtesa e parë. Kështu që ti duhet të jesh parashik gjërat e bukura, prindërit i ke mirë, e rëndësishme është që ju të dy jeni bashkë dhe po bashkëtoni shumë mirë bashkë. Dhe ai ka gjetur një punë që është okay, është në pak a shumë në profesionin e vet, do kërkoj, ke një partner që lëviz për të bërë gjëra dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe që ka ambicie. Dhe ti vetë do lëvizësh për të bërë gjëra edhe do t'i bëni. Do trashëgoni, do ashtu, do gjitha të rregullohen. Edhe këtu në Shqipëri vjen sa herë të duash. Unë besoj se ti do përshtatesh shumë mirë. Po në çdo lloj rasti, besoj që duhet të rëndësishme edhe kjo që njerëzit ta dinë. Nuk është dështim o kthy. Sepse e mbajnë ato si peng ndonjëherë dhe kur janë të lumtur aty rrin vetëm se duhet rrin, po. Rri atje ku je më e lumtur, por jepi kohë që ta vlerësosh këtë gjën, edhe për momentin duket se kur flas gocësime tash. Për momentin. Po për jam me gocën tate, kështu që. Po patjetër, po se ajo do të kthehet edhe unë tash po i flas asaj. Kështu që vlerësoje, take your time. Shfrytëzo kohën, shife të vi pranvera gjithmonë një kohë shumë e mirë, sepse në dimër nuk është se duhet marrë shumë vendime. Faleminderit shumë Rozela. Edhe në ndish dhe ne, ose u tha shif Amerikanin, po, në ndish. Ju ndjek, edhe jeni nga të pakët, do me thënë që ju ndjek gjithë emisionet që bëni, së mos atë gosët e panë manuali, do me thënë e sot shumë veten të ato, edhe si mosh, edhe si mendje, po, janë të lezetshme. Edhe kam shumë qef. Ju shumë mirë vazhdo se ju monetizoni nga Amerika, kështu që na intereson klikimi juaj. Mund të hapësh lajmin. Edhe tek ato bashkëshatarë, thuaj vetëm klikoni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, kjo ishte një histori që mami me quante kur thonë si është ky filmi Limonat. Pra ishte një histori më e lehtë, pra se ashtu e sjell Rosela. Mund të ishte dikush tjetër që dramatizonte. Si punë psikologe, se the shumë bukur, ashtu e sjell ai, varet se si e sjell. E gjithashtu tamam, varet si e sjell, varet çfarë pritshmërish ke. Sa gjëra janë ineksistente në këtë jetë, është e çuditshme fare. Sa gjëra, sa më të thjeshta mund të ishin. Po, anyways, do vazhdojmë me depresionin e vitit parë. Ndërkohë kemi një zotëri në telefon, i cili është në prag divorci. Dhe Elona, çfarë emri? Beni, ke vënë një emër. Se janë të gjithë me pseudonime, po Elona merret shumë me pseudonimet e femrave, janë më shumë të bukura emrat, Rozela, Elia, nuk e di. Kurse meshkujve nuk është marrë shumë, i ka vënë thjesht Beni. Okej, Beni. Ben, me qenë se është në Amerikë. Historia e tretë është historia e Benit, është pseudonimi, ka 2 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shkuar me llotari. Në Shqipëri ka qenë jurist, në Amerikë ka punuar deri në 2 turne, deri në mesnat, madje hyri në borxhe, ka ndëruar mbi 7 punë dhe është me bashkëshorten, por thotë që jemi në prag divorci. Beni, më dëgjon? Po. Më thuaj pak më shumë për jetën tënde, se këtu te historia jote ne ngelëm tek jemi në prag divorci, po çfarë po ndodh? Ka lidhje kjo me të jetuarin atje? Po me ndryshim në stilit jetesës, besoj se ka lidhje. Okej, por çfarë jete po bën atje momentalisht? Momentalisht punoj në një fabrik, 8 deri në 12 orë në ditë, varet. Dhe për momentin punë edhe gjumë, siç e ka Amerika. Në fillim kam qenë në Boston e më zhvendosur në Brooklyn tani. Në New York? Në New York, momentalisht, po. Okej, dhe atje prapë është e vështirë, edhe pse se në të dyja vendet ke qenë afër metropolit. Edhe atje nuk po përshtatesh dot? Vështirë pjesa që e thënë shumë, e kam gjuhur nga shumë veta që mos puno për shqiptarët, e kam heq vetë atë në kurriz. Po pse çfarë ndodh, se e tha dhe dikush tjetër këtë? Nuk e di, mbase përfitojnë nga fakti që ta marrin respektin për dobësi, duke qenë pronë të gjithë kohës dhe vjen një moment që ti kërkon drejtën tënde dhe ato fillojnë kapen ke gabimi më i vogël i joti dhe del ti i keq pastaj prapë. Kuptoj. Po bashkëshortja punon? Po, punon. Ajo është e kënaqur me punën? Për momentin është duke kërkuar dhe për një punë tjetër.
Kuptoj. Fëmijë keni ju? Po, kemi një fëmijë. Keni në shkollë, në kopësht? Në shkollë është fëmija. Ti ke 2 vjete aty, pra je larguar në 2023-shin. Dhe në Shqipëri ishe jurist, tani punon në fabrik. Po pse erdhe? Si është, aplikoj bashkëri, aplikova dhe unë për lotarin, më doli dhe bëm procedurën duke pas parasysh bashkërët e ka dhe familjarë tjerë, të cilët ishin ndihmës normal, se atë po mendoja që është shumë e vështirë për njerëz që vinë pa njeri këtej, se e para si marrin shtëpi me qera, pa credit score nuk merr të shtëpi. Do të dalë dikush për të futur garant për ty që ti të marrësh shtëpi me qera të parë në Amerikë. Kështu që kjo është një pjesë që më bëri të vendosja që të vija në Amerikë. Ti doje të vija në Amerikë? Po fillimisht po, për ta provu. Ç'a dieti për Amerikën? Provu më para. Kam provuar Anglinë më para. Kishe provuar Anglinë. Ka parë pak Kanadan, por që për Amerikën që kisha parë në për filma. Megjithatë ti thua që ke qenë në Angli, ke qenë në Kanada, duket sikur kërkon të ikësh nga Shqipëria. Duket sikur s'ke qenë i lumtur në Shqipëri apo ishe thjesht kurioz, të kap kjo vala që hajta provojmë. Në Angli kam qenë shumë i vogël, kam qenë para më shumë se 10 vitesh. Është thjesht pjesa që në Shqipëri nuk e gjej veten, tash ti dihet si funksionon Shqipëria, pa mik nuk gjen punë. Pjesa këtej është ndryshe. Thjesht këtej mikut i kanë vu një emër referencë, që edhe këtej po s'patë një referencë nga dikush tjetër, vështirë të fillosh punë të mirë bëhet fjalë. Ke treguar në historinë tënde që je në borxh për shkak të një kredie për makinën. Për makinën në Amerikë? Po, kur mora makinën fillimisht s'kisha të ardhura, i mora një familjar borxh. Dhe pjesën tjetër kredi bankës, që duke mos pas credit score, si që theksova fillim. Histori kredie. Duke mos pas këtë më la përqindje shumë të lartë dhe detyrova të paguja, kisha një vlerë gati 2 fish të asaj që mora për të kthyer mbrapsht bankës. Gjë që mbasi pata një problem me një nga punët në New York, me këtë punën me shqiptarin që po thosha. Lash punën dhe nuk arrita do të mund që të vazhdoja të paguja makinën dhe detyrova ta ktheja makinën, ta shisja. Dhe kur u bë procesi shitjes, u morën dhe lekët nga kompania e leasingut që më kishte dhënë kredin, dhe mora diku $5-6.000, ndërkohë që makina u ble 26, që llogaritë humbje. Dhe je minus 30 e ca mijë euro, thua, dollar. Paga shumë, pa. Kuptoj, kështu që për momentin ti je në punë dhe gruaja është në kërkim? Është në punë, por kërkon punë tjetër. Okej, dhe nuk jeni shumë të lumtur në çift. Kush është përplasja më e madhe që keni mes jush në Amerikë? Nuk do thëja përplasje, më tepër pjesa e faktit që të dy jashtë shtëpie në punë, domethënë llogaritë gjithë ditën, shumicën e ditës. Pak orë ditë na bie me pas kontakt ose me fol live, ose në fundjavë mund të rastisi. E keni folur këtë apo e ndjen ti? Po kemi folur, po ja kemi vënë faktit që po themi jemi pak workaholic këtë dy. Po duhet me punu se janë billat për të paguar, si e thënë. Më shumë se sa workaholic ju duhet punoni që të paguani. Që paguajnë billat dhe që janë tjetër. E kuptoj. Po fëmijën me kë e lini? Çuni në shkollë, është para ditë, kryesisht kush del më para nga puna shkon e merr në drejt. Dhe kalojmë pas ditës me çun. Tani pyetje, ç'a doni të bëni? Ç'a plani keni? Do rrini atje apo ç'a plani keni? Po plani që unë nisëm ishte fillimisht të edukohet djali me një kulturë ndryshe. Po ti për veten tënde edhe nusja nga ana tjetër? Edhe vetë mendoj pjesën e shkollimit për të vazhduar diçka tjetër ose për të pjekë një kurs në zanat. Ndërkohë tashi nuk po merresh me atë gjë, është thjesht të mbuloni shpenzimet, ky është qëllimi yt. Mbulojmë shpenzimet edhe të lajmë borxhet, para shumë. Janë si në mod mbijetese për momentin. Ta mbijetesë. Të do thoja që akoma nuk kanë kaluar në atë momentin e krijimit të vetes, siç folëm me dy raste përpara që janë një tjetër lloj stadi, ajo shumë, kurse me Benin është ende në mbijetesë
në të qëndruarit për zgjidhur akoma probleme të cilat kanë qenë ekzistente këtu dhe arsyeja e largimit është pikërisht për të mos pasur disa lloj problemesh të tilla dhe nga zëri i Benit kuptoj që është pak i demoralizuar, duket zhgënjyse përvoja atje. Dhe sikur akoma nuk po jeton një moment çlirimi që ndoshta prej kohësh mund ta ketë pritur. Kishte pritshmëri tjera për Amerikën? Si që kishim pa në për filma nuk ishte, është pjesa që mu desht, nuk e kisha me ndu që të vija në Amerikë në desht të mësoja spanjisht për shembull, ose të bëja punë dhe më honë që se kisha me ndu që mund të i rikthehesha prap pjesa e kamarierit për shembull. Ke ndonjë shpresë se gjërat do fillojnë të marrin një tjetër rrjedh për ty? Pra ndjen që është një periudhë falimtare kjo? Besoj se po, se fillimi thënë gjithë është i vështirë, për që me që kam taku, nuk është se kam taku shumë njerëz optimist, me thënë drejtën. Kam dëgjuar që thënë, për shembull, jo mu direkt, po emigrantëve tjerë, se puna ime që pse me gjatë gjonat gati ti, si që kanë vujt tjere të vush edhe ti. Si që kanë vujtën kur ka marrë të fillim të vush edhe ti. Që kur e në gjonë nga shqiptare jotë, a që nuk vjen mirë. Ke rrjetë social atje, ke njerëz, ke shok, do me thënë që ti përveç punës, angazhime? Ka me dhe shok, kam dhe pushëri. Ka dhe kafe shqiptare, ka dhe markete shqiptare, se na mundon shumë Shqipëri. Ka ndonjë gjë motivuese nga gjithë këto që po përjeton, që e gjen paktën si një mini shpërblim për momentin? Jo, është fakti që po jetoj në New York, është motivim, enough mendoj. Zgjohesh mëngjes edhe je në New York, nuk je në Tiranë. Çfarë marrëdhënie kishe me Tiranën ti? Unë jam rrit në mes bllokut. 80% e shokëve të mi kanë thënë çdesh ti që ikën në Amerikë, se kisha Amerikën mes Tiranës. Ke ndonjë mall për Tiranën apo? Kam shumë. Po marrëdhënia me nuse me gruan si ishte para se të vinit? Me hope, me dak. Okej, nuk është nuk është emigracioni vetëm i shkak. No, nuk ishte thjesht emigracioni shkaku, ja. Vetëm se është e vështirë Ben që të bëhet ky diskutim në fillim në vitet e mbijetesës, të bëhet diskutimi i divorcit, edhe është e vështirë. Arrin një moment kur nuk vjen më për njëri tjetrin, nuk ka më kuptim se të vazhdohet gjëja. A mendon se emigrimi ka përshpejtuar procesin tuaj, domethënë të ndarjes, jo ndarjes divorcit, po përçarjes mes ju si çift? Do ndodh, nuk është se do ndodh, edhe po të ishim në Shqipëri. Se dhe shmanë të pjesa për të mos emigron. Po në raport me gruan, kush është më shumë breadwinner? Kush sjell më shumë të ardhura? Në fillime, për shembull, si isha unë ai që bëja 2 punë për arsye se unë se s'kishte gjetur punë akoma 3-4 muajt e parë. Ishte në kërkim, bënte intervista për ditë normale. Për që shpjesa do mëndë që pa referenca vështirë të marrë, siç e thash. Dhe 3-4 muajt e parë isha unë ai breadwinneri. Pastaj vazhdum u balancum disi, për që s'po them diferenca, po them unë 1000 ajo 800 ose 600 varet në javë. Nuk është ishin diferenca shumë mëdha, pastaj më mbrapa. Për që kishim caktuar një normë kontribut për familjen edhe that's it. Është në punë edhe ajo, në punë çfarë t'i dali apo po i afrohet ndonjë punë që ka qefa, profesioni a diçka? Për momentin po bën dhe shkollën dhe po mundohet gjej një punë që t'i përshtatet me shkollën. Është i pasqyrë që në fakt siç i ka thënë dhe vetë shqiptarët e tjerë, do të thuash të ti si ne, është ajo pasqyra e një fillimi që në këtë rast ta të dy pa përpiqen, po në çdo histori ne po kuptojmë që ka një peshore. Dhe në këtë peshore janë nga njëra anë problematika që ti do jetosh se s'bën këtu, edhe normalisht i përjetojnë pak a shumë të gjithë. Gjithë ankohemi pothuajse për të njëjtat gjëra. Nga ana tjetër, kur shkojmë në një vend të ri, përballemi thjesht me një stres të së panjohurës, të pasigurisë në fillim, derisa nis përshtatja, pra e kalon këtë stadin e mbijetesës, ti i shikon mundësitë, i jeton mundësitë, të japin këto mundësi të zhvillohesh në një formë që këtu nuk ta merrje ndoshta kurrë, dhe aty fillon ndoshta çlirimi edhe adaptimi final që mund të ndodh me emigrantin, po sidoqoftë disa nevoja malli, disa simptoma i themi ne në gjuhën klinike, në paktën në disa faza fillojnë dhe janë normale të përballohen ose të shfaqen. Por do të kemi secili parasysh që
atë peshoren e kemi të gjithë së brenda nesh. Domethënë, do anoj edhe nga Joana që do ndihemi sikur çdo gjë po na sillet kundër, siç mund të jetë ose të paktën kështu e ndjej në rastin e Benit, që duket sikur janë mbledhur shumë gjëra bashkë, jo vetëm emigrimi, po edhe pjesa e punës, e heqja nga roli që ai kishte këtu, lëvizjet nëpër punë njëra pas tjetrës, ja dhe çështja e divorcit që mund të përballet. Pra janë shumë një herësh, do duhet transformim ose pjesa e transformimit do ndodh edhe si çift, jo vetëm në pjesën individuale që ai kanë marrë atje. Por ka akoma, do me thënë edhe më pëlqeu kjo që tha, që ka akoma shpresë për pjesën atje. Dhe kjo tregon se mund t'i japi mundësi tjera për të jetuar para se të merr një vendim për të kthyer, jo se kthimi është patjetër negativ. Jo, Beni nuk është se kishte mendje për të kthyer, apo jo Beni, se ke mendje për të kthyer për momentin. Për momentin, ja. Asin të armë në base edhe mund të them, nuk i di asnjëherë. Se s'ka. Është fleksibël në mendim. Është fleksibël, po për momentin kjo është nga ato histori day by day. I thuhet Beni. Ditë pas dite. Atë për momentin jemi ke fazë që po jetojmë paycheck to paycheck, si thënë. Po, tamam, paycheck to paycheck. Por që në qoftë se ke dëshirën dhe vullnetin dhe të ke bërë gjithë punë, sa shoh këtu, kështu që ajo s'të mungon edhe që punon dhe përpiqesh. Padyshim që kjo do kaloj, është një periudhë tranzicioni, absolutisht, nuk është e përhershme kjo periudha. Mua më pëlqen fakti që ti të paktën je në New York dhe në Brooklyn. Mund të jetë depresiv New York, mund të jetë i rënd, por prap ke kontakte, ke qytet. Jo sa Londra besoj. Po Londra është ajër tjetër. Nuk e di, unë jam në New York më shumë, po edhe Londra është e lezetshme, është Europa është tjetër gjë, është pak më ndryshe se Amerika. Se di, nëse s'përshtatesh aty dhe mund të ikësh në Londër. Nuk e di, këto janë pastaj. Jo, se këtu s'ke çfarë thuash tamam, e theti paycheck to paycheck, që do thotë nga rroga në rrogë. Kjo është situata që është tani, apo siç ne përkthyem në situatë mbijetese. Padyshim që edhe besoj që edhe djalin e kam prioritet, jo besoj, po e tha dhe vetë që t'jetë edhe ardhmja e djalit, që të ketë aty një shkollim, që është mendimi i të gjithë imigrantëve. Ja thash dhe dikujt tjetër më përpara që përmendi të njëjtën histori me shqiptarët, që ne se ndihmojmë njëri tjetrin. Unë të doja që mos ishe kaq kategorik, sepse nuk i dihet asnjëherë. Mbas kam takuar njerëzit e gabum, nuk e fuz gjithë një fest. Se jo të tërë njerëzit në një vend janë të tërë njësoj, më kupton, se siç nuk janë dhe këtu. Se ne harrojmë që edhe këtu ka shumë padrejtësira që bëhen nga shqiptar për shqiptarët, siç është ai emisioni nga shqiptarët për shqiptarët, ke padrejtësira. Po, atje s'na bëjnë përshtypje as korrupsion, as i gjë, se jemi mësuar, bëjmë dhe vetë për ditë, nuk është se na duket shumë. Po. Por që ai që do të as nuk e çon njeri në përmendme, po. Po, ai që do të bëj dëm ta bën, po. Po, siç edhe janë histori pafund njerëz që kanë ndihmuar edhe atje, kështu që ajo mos e mendo atë, gjithsesi këtu është vetëm për të thënë të përpiqeni të avanconi brenda mundësive tuaja, që të keni, se siç ishte dhe historia e kaluar, që të keni mundësi që të kesh mundësitë e ti që të gjesh një punë, se kur fillon të pëlqen puna, edhe kur fillon edhe të ke dhe një punë që ke dhe orare më të përshtatshme, jo kështu. Kur bën punën me shef, nuk e ndjen më se po punon, nuk e ndjen lodhin e punës. Që besoj që ajo ditë do vi, edhe në një vend që kultura punës është atë e kanë primare, bëjnë 2-3 punë. Emigracioni është, por është dhe pjesa pastaj e familjes, që është një gjë që duhet ta zgjidhë vetë. Po. Pjesa e familjes është borxhi tjetër që është pak i detyruar, them jo ta laj, po ta zgjidh në një farë mënyrë që të palët janë të qetësuara. Nuk ka pse të jetoj një stres ndoshta tjetër, krahasuar me këtë që nuk është një stres kjo pjesa, e kam zgjidh, nuk është se kam më fat lakun fyt edhe se më prish pun pjesa e borxhit. E mora si një shembull pak me qurë hap, edhe mendoj se paktën mes borxheve në situatë. Por emigracioni është proces, nuk është një moment që neve ndihemi keq, edhe ajo përcakton gjithë vijimin. Është fillimi, absolutisht, por është dhe një pjesë ku ti do shikosh nështë dhe frytet asaj që po punon tani. Pra edhe kjo që po bën është dobit asaj që të pret
pak më vonë. Është Beni ka të vështirë edhe për faktin që se edhe brenda familjes kur ke dhe një çik ftoje kështu, s'është ajo motivimi që do jemi bashkë dhe ti s'ke, nuk e di se si është e ardhmja jote për atë. Siç ishte në rastin e çiftit të kaluar që jemi bashkë për këtë gjë, do ecim bashkë për këtë gjë. Edhe kështu që kur është dhe themeli nuk është i tronditur, është pak e vështirë se nuk je në atë lëkurën tënde, nuk je në një skin brenda në shtëpi, nuk je tamam ashtu siç duhet të jesh. Shkon në një punë që nuk e do dhe janë disa gjëra që përplasen edhe pastaj vetëm New Yorku ose do një loj me fëmijën, me djalin, se pjesa tjetër pastaj bëhet e. Kështu që unë them Beni në rrugës të kësaj mbijetese duhet edhe të pastrosh të qartësosh gjërat. Për sa i përket New Yorkut, më bë Times Square ai shpesh zbrisja aty për ndërru stacion. Më bë se lagje, më erdhi moment nuk më bote më përshtypje që për kaloja në Times Square. Po, tashi atje, po jetova atje s'shkon fare aty, se bezdisesh nga turistët, janë vende kështu që... Jo, vetëm kur na vjen një kushëri ose një familjar që nxjerrin për turizëm, se vetë s'na bje më rrugët e që. Po ti në je Brooklyn, dhe Brooklyn është shtrentuar goxha. Nuk e di që zonet Brooklyn je, po që është një lagje që është goxha e shtrenjtë, një zonë. Aty afër Barclays është shtrenjtë, për shembull, normal. Po varet edhe për qerat, për shembull, unë paguaj shumë pak. Krahasim me ç'paguaj lagje. E po je me fate kjo pjesa pra. Shumë ka lotaria dy herë. Po, dhe që se ka rënë lotaria, pra fat kesh, vetëm për të shkuar nga një fat e tjetri duhet edhe një çik, se nuk është fati vetëm ti rritë të vjen fati në derë. Duhet me gjemuar çik fati. Duhet me gjemuar fati, tamam. Beni, unë të falenderoj shumë, edhe shpresoj për jam në sikur që është thjesht fazë tranzitore, por siç të thash edhe këtu jona bie dakord që duhet të qartësosh edhe gjërat çka ke përreth, duhet të pastrosh. Se sa më shumë të pastrohesh, pra të qartësosh marrëdhënien me gruan tënde, të qartësosh se çfarë do të bësh dhe sa më shumë të pastrosh përreth teje, pastaj ke rrugën më të hapur, mendoj unë gjithmonë që edhe më të qartë se çfarë do bësh ti me veten tënde. Ti me veten dhe si Beni, edhe si baba. Shumë faleminderit që ndave historinë me ne. Faleminderit. Kjo ishte historia e fundit për sot. Elona thotë që Beni kishte shumë emocione, sepse tha në telefon ishte shumë i zhdërvjellët. Por është ka gjithmonë një herë të parë edhe për Benin kjo ishte hera e parë që foli. Gjithsesi pak a shumë Beni, që Beni, Rozela apo Eli, të gjitha janë si thua, përveç Benit që ishte 2 vjet, pra 18-24 muaj, që ishte në kufi ku fillon përshtatje dhe ai nuk reflektonte përshtatjen. Ata ishin akoma. Unë besoj që Eli mu duk sigur i kishte shumë të vështirë, por nga fundi filloi të dëgjonte. Të cilin nga ne ka nevojë për perspektiva të reja. Edhe aty filloi ushqim, pastaj një këndvështrim tjetër. Prandaj do unë kisha shumë të rëndësishme t'ja thoja Elit që mos ec me filtrat e njerëzve, se si ato të përshkruajnë qëndrimin atje, kur përmendte pensionin që kthej njerëzit në vendin e tyre. Ec me pjesën tënde, shiko se si ti e përqafon atë vend, se si ti e ndjen veten aty. Qoftë edhe rruga për në punë, mund të jetë ndryshe. Jo, shumë rëndësishme kjo, sepse ti shef atë që do të shohësh, edhe ka qenë një histori në Gjermani, të kujtohet që ajo do të kthehej direkt në historinë e emigracionit, pra ai kishte të ndarë mendjen edhe ato dëgjojnë dhe shohin ato që duan të dëgjojnë dhe të shohin. Dhe tamam janë këto filtrat para gjykimet, që vjen zhgënjimi, pra gjithçka. Po dhe kemi diçka, paktën në mënyrë të përgjithshme, pa e përfshirë gjithë popullin në një vend që ne duam gjërat shumë shpejt. Në çdo gjë, edhe në punë, edhe në arritje, edhe në pjesën e përshtatjes, kalimit të stadeve, të jetuarit mirë në shtetin tjetër. Kjo do të kuptojmë që është rrugë, edhe që nis ka ato fazat e veta, normalisht duhet të themi që një emigrant në fillim mund të përjetoj 2 gjendje, mund të jetë edhe e mirë, pra që ti je shumë i lumtur, energjik, shikon vetëm gjërat pozitive të atij vendi, bën krahasimin me vendin origjinës, ndihesh mirë, por mund të ndodhë që të ndihesh atë keq direkt, sidomos kur shkon i detyruar, siç e përmendëm në fillim. Arsyeja pse ti ndihesh
mirë në fazën e parë, është sepse aty truri fillon edhe të kuptojë diferencat, ndryshimet dhe këto stimuj e ndihmojnë shumë mendjen tonë, na bën të kemi shumë prodhim dopamine, është vërtetuar paktën edhe në studime. Po ka dhe faza tjera që pikërisht pas vitit të parë ose të dytë, aty fillon ajo kriza që ose kthehen, pra nuk e rezistojnë dot, ose e kalojnë këtë fazë dhe fillon pjesa e përshtatjes. Kështu që duhet i japim vetes kohë, mendoj edhe për këtë sepse mund të humbasë një mundësi, mund mos i kenë shfrytzuar gjitha ato që i ofron ky vend i ri. Megjithatë unë mendoj edhe një gjë tjetër për ne në Shqipëri që se shoh këtë marrjen e llotarive dhe thonë jam i lumtur dhe aplikova për llotari. Pra, se na është bërë si sport kombëtar llotaria. Jo është si sport kombëtar, realisht. Unë se kam bërë akoma llotari, se kam përtuar të bëja një foto një herë dhe se bëra. Nuk e di pse do e bëja, po thash ta bëj dhe unë. Se unë isha një në Korçë, madje ishte gjithandej thoshte këtu bëhet llotaria, thash futem mirë ta bëj dhe unë. Se e kemi si sport kombëtar. Dhe shumë gjëra i bëjmë kështu. Pra, nëse dikur ka qenë ajo shkonim me anije, duhet shkonim të tërë, tash që situata çik më ndryshe, prap, nuk është e thjeshtë, me thënë të drejtën. Por i bëjmë pa i menduar gjërat shumë. Mua më bën dhe përshtypje që në këto të 3 historitë, që këto janë 3 nga shumë histori që janë vërdall, këta nuk kishin asnjë përshtypje për Amerikën, për shembull për Kanadën, ndërkohë që informacioni është gjithandej. Natyrisht, eksperjenca jote është ndryshe, por nuk është Amerikë filmash dhe nuk diskutohet tash në këtë vit që Amerika si ishte si ajo që dija unë. Mund të pyesësh për Amerikën se ka 20 vjet emigracion. Kështu që minimumi unë kur kanë ikur njerëz në Amerikë kam thënë që aty ku je ti, ai qytet që je ti, ka këtë do një orë të blesh një paketë cigare, do një orë të shkosh aty, shusi e zynë, ka kishën e tjera, sepse mjafton të bësh një kërkim. Por ne nuk e di pse jemi akoma kemi një edhe informacion dhe misinformacion për atë dhe kemi një paqartësi për çfarë duhet të ikim një pjesë. Nuk jemi shumë të paqartë për çfarë duam të ikim. Po thuaj që marrin vendime direkt, impulsive. Po, shumë njerëz, të jemi sinqert, që ikin në këtë periudhë, në këto vite, ndoshta nuk e kanë provuar deri në fund. Pra, nuk kanë bërë provat këtu. Dhe kanë ikur. Këtë mendoj unë. Unë them që ky vendi ka shumë gjëra jo të mira. Ka shumë gjëra, shumë probleme, absolutisht. Por nuk e di pse ndjej këtë gjë tek ka njerëz që ndjej këtë gjë. Siç thoshte ndiva edhe tek ajo zonja e parë, që ishte shumë artikuluar dhe thash, me punën që ka, nuk është se ka ndonjë ajo puna e shtetit ku punonte, nuk është se ka ndonjë rrok shumë të madhe. Okej, nëse nuk besoj që kjo ishte, po mund të përfitosh. Janë ato lloj punë që përfiton. Por normalisht nuk është se ka ndonjë, por mund të gjesh mundësi. Ndonjëherë njerëzit shkojnë punojnë diku edhe bëjnë 3 punë japi shteti tjetër, ndërkohë që këtu nuk e bëjnë dot, sepse është dhëndësia e turpit, si të punoj unë. Pra janë ca sakrifica që mund t'i bësh afër, këtu ke Malin, ke detin, ke Europën afër. Se di, jo të gjithë më duken të arsyeshme, por nga ana tjetër them, ndoshta ky është fati i tyre dhe le të shkojnë. Kam vënë re që shumica e personave që sidomos ato që janë në Amerikë, vuajnë shumë të pjesën e ndryshimit të statusit. Pra nuk është përshtatja me kulturën, me njerëzit, por është edhe kjo që nuk e bëjnë më punën e përparshme, sepse atje duhet të ndjekësh nga e para. Specializime. Po këtë duhet ta dish para se të shkosh. Duhet ta dish që psikolog atje nuk shkon dot. Pra duhet bësh edhe shkollë të tjetër. Mjek nuk shkon dot. Pra duhet të dish që credit score-i të duhet, pra historia e kreditit për të bërë disa lëvizje. Janë gjëra që duhet i dish. Pra nuk e pse shokohesh në 2025, mund ta marrësh informacionin. Dhe pastaj mund të shkosh nuk thonë njëri mos shko. Por të marrësh informacionin që të ulesh dhe këto fazat e shokut. Se s'ka mundësi tash që ka shumë informacion dhe janë gati ne kemi, nuk po them shifrën e censusit, se i thashë them që kemi më shumë pak se sa mendohet shqiptarë në Shqipëri, por jemi shumë se gjysma jemi jashtë. Këtë mund ta themi. Tash i flitet kudo, ka forume, ka gjëra. Me një çik kërkim që të paktën ta dish ku shkon. Ta dish si shkon. Ta dish se çfarë është New Yorku, ti kur po të rasti aty futesh në anija apo si ne në avion, pa FaceTime, pa telefona, pa gjë, edhe okay, aq e merja. Por un kam ato diskutimet e mia për emigracionin e viteve të fundit. Por nga ana tjetër, mbështet çdo njeri që do të lëviz diku dhe të ketë eksperiencën e vet. Është shumë e rëndësishme të lëviz diku. Por nëse nuk përshtatet se s'është i lumtur, s'ka asnjë lloj turp për të kthyer dhe për të qenë i lumtur. I lumtur, ai lumturia është tjetër diskutim, po. Për të qenë i kënaqur.
satisfied aty ku është. Po. Ku mund të jetë edhe satisfied, kanë ardhur njerëz nga maja botës, shqiptarët kanë hapur në ferm, kanë hapur diçka, kanë hapur një biznes, ndonjëherë është iniciativa, mënyra si sheh gjërat, që është shumë e rëndësishme, mënyra si krijon botën tënde brenda një bote. Nuk ka Amerikë të mirë, Amerikë keqe, ka vetëm Amerika jote, mendoj. Është absolutisht fjalia më e bukur, sot shike perl me këto fjalit. Ja, nuk ka as Amerikë të mirë as të keqe, ka Amerika jote. Dhe nuk ka shqiptarët të këqinj. Ka dhe shqiptarë që ju mendoni se ju kanë zhgënjur se si ju ndihmojnë, mund të jenë ata të zhgënjur nga shqiptarë që kanë ndihmuar. Kështu që mund të ketë njerëz të zhgënjur edhe që kanë ulur pritshmëritë apo kanë vënë barriera. Kështu që s'është me të gjykojmë edhe për këtë pjesën shumë. Thash në fillim dhe kam fiksim ta them që neve kemi imigruar dhe kemi jetuar fal shqiptarëve bashkëkohësave tanë, ato na kanë hapur shtëpitë, nuk na i kanë hapur të tjerë. Përveç ndoshta emigracionit fillimit fare. I kemi hapur njëri tjetrit në ato rrëmujra tona, në sherrat tona, siç i kemi në këtë vend, edhe jashtë me karaktere ndryshme, por nuk është mirë që të vazhdoj kjo gjë, se unë kam pas shumë fiksim që e thash dhe më parë, e kam pas fiksim që kur isha në Amerikë që më bënte përshtypje që i thuaj kjo gjë, thoya, a thon grekët për njëri tjetrin, mos rri me grekët, grekët së ndihmojnë. A i thonë sërbët për njëri tjetrin, a i thonë nuk e di. Izraelitët e thoshin, se ma thanë mua në Izrael. Ato e kishin. Gjithsesi, ky është programi për sot, viti parë imigracionit. Ka dhe shumë histori pa fund, por ne zgjasim, ajsa zgjasim, kështu që vendosëm që këto janë disa histori që janë përfaqësuese. Do të rikthehemi prapë në episodin e fundit për vitin 2025, ku do të jetë një temë e lirë. Pra, histori të ndryshme që më kanë ardhur mua në DM gjatë gjithë këtyre kohëve, apo histori që do të vinë mbasi të bëjmë lajmërimin, do të jemi këtu për të dëgjuar, edhe më pëlqen është ai efekti surprizë i historive që të dim realisht, ta dëgjojmë live për çfarë bëhet fjalë. Faleminderit, Jona. Shumë faleminderit dhe ato fjalit do t'i shohësh në TikTok. Ándale.